Në arkivat e Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë, të fshehura në një bodrum të lagësht në Tiranë, u gjetën dosje që nuk duhej të ekzistonin kurrë. Dokumenta me vullën sekret i rrept, të nënshkruara nga Tefta Tasicami, që detajojnë planet për asgjësimin sistematik të çdo gjurme të gjuhëve perëndimore në shkollat shqiptare. Por më tronditëse ishte lista e emrave, mësues, profesor, student, të cilët duhej riedukuar ose hequr nga sistemi arsimor. Në këto dosje gjenden edhe letra personale të konfiskuara nga nxënësit, shkruar në anglisht apo frëngjisht, me shënime të kuqe në buzë, prindërit të thirren në sigurimi. Çfarë e shtyu këtë grua, vetë e arsimuar në perëndim, të shndërrojë arsimin në vegël torturimi mendor? Pse dosjet më të rënda u dogjën pikërisht në dhjetor të vitit 1990, vetëm disa ditë para rënies së regjimit? Dhe më e rëndësishmja, kush i mori këto dokumente para se hetuesit ndërkombëtar të arrinin në Tiranë? Në këtë mbrëmje, për herë të parë në 35 vjet, 3 ish inspektor të Ministrisë së Arsimit flasin para kamerave. Ata ishin aty. Ata e panë me sytë e tyre si Tefta Cami ndërtoi murin më të fortë që Shqipëria ka njohur ndonjëherë, jo një mur prej guri, por një mur prej ignorancë. Çfarë din këta njerëz që ne nuk e dim? Çfarë sekretesh kanë mbajtur dekada të tëra, duke u frikësuar për jetën e tyre dhe të familjeve të tyre? Sonte, zbulimet e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për izolimin kulturor të Shqipërisë. Imagjinoni një vend ku fëmijët tuaj nuk mund të mësojnë anglisht, ku biblioteka kombëtare djeg libra të Shakespeare-it, ku dëgjimi i një këngë në frëngjisht mund t'ju dërgojë në kamp pune. Kjo nuk është distopia e imagjinuar, kjo ishte Shqipëria e Tefta Camit. Ajo nuk ishte thjesht një ministre. Ajo ishte arkitektja e një eksperimenti social kaq radikal sa edhe Bashkimi Sovjetik e konsideronte ekstrem. Si arriti një grua e vetme të bindë një kombë të tërë se dia ishte armiku? Çfarë e motivoi atë të shkatërrojë të ardhmen e një brezi të tërë? Dhe pse, edhe sot, pasojat e vendimeve të saj ende ndihen në çdo klasë shqiptare? Tefta Tasi lindi në vitin 1925 në një familje intelektuale në Gjirokastër, në jug të Shqipërisë. Baba i saj ishte mësues, nëna punonte si infermiere. Në një kohë kur shumica e grave shqiptare ishin analfabete, Tefta shkoi në shkollë, mësoi frëngjisht dhe italisht, lexoi Voltairin dhe Danten. Në vitet e 40-ta, ajo ishte një nga gratë më të arsimuara të vendit. Por diçka ndodhi gjatë luftës së dytë botërore që e ndryshoi përgjithmonë. Kur forcat fashiste italiane pushtuan Shqipërinë, familja e Teftës u shpërngul. Baba i saj u arrestua si element i dyshimit. Tefta, e re dhe e zemëruar, u bashkua me partizanët komunistë. Aty, në Male, ajo takoi Enver Hoxhën. Dhe aty, në Male, ajo mësoi se dia mund të jetë armë, por vetëm nëse kontrollohet nga shteti. Pas luftës, Tefta u bë një nga gratë më të fuqishme në regjimin e ri komunist. Në vitin 1955, ajo u emërua ministre e arsimit dhe kulturës. Ishte një pozicion që ajo do ta mbante për më shumë se 30 vjet. Por çfarë bëri ajo me këtë pushtet? Në vend që të hapte dyert e dijes, ajo i mbylli ato. Në vend që të lidhte Shqipërinë me botën, ajo e izoloi atë. Dhe në vend që të edukonte një brez, ajo e lobotomizoi atë. Pse? Çfarë e shtyu një grua e arsimuar që kishte lexuar Shakespearin në origjinal, të ndaloj gjeneratat e ardhshme ta bënin të njëjtën gjë? A ishte kjo bindje ideologjike apo diçka më e errët, xhelozi, frikë, apo një lloj hakmarrjeje ndaj botës që e kishte tradhtuar? Në vitin 1963, Tefta Cami nënshkroi një dekret që do të ndryshonte Shqipërinë përgjithmonë. Dekreti numër 812, për ndalimin e mësimit të gjuhëve perëndimore në shkollat e mesme. Në një goditje pene, miliona fëmijë shqiptar u privuan nga e drejta për të mësuar anglisht, frëngjisht, gjermanisht apo italisht. Vetëm rusisht ishte i lejuar, dhe edhe ai, vetëm në shkolla të zgjedhura. Por pse? Arsyeja zyrtare ishte mbrojtja e identitetit kombëtar nga ndikimi borgjez. Por dokumentet e reja tregojnë një të vërtetë më të errët. Tefta Cami besonte se gjuhët perëndimore ishin viruse ideologjike që infektonin mendjet e të rinjve. Në një letër sekrete drejtuar Enver Hoxhës, ajo shkroi: "Një fëmijë që mëson anglisht do të dëshirojë të jetojë si një anglez. Një fëmijë që mëson frëngjisht do të ëndërrojë për Parisin. Ne duhet t'i mbajmë ata këtu, në realitetin ton, në botën ton socialiste." Kjo ishte filozofia e saj.
Dhe kjo ishte katastrofa e saj. Por si e zbatoi ajo këtë plan? Si e shndërroi një ide të çmendur në politikë shtetërore? Së pari, ajo filloi me mësuesit. Çdo mësues që kishte mësuar gjuhë perëndimore u thirr në ministri. Atyre ju dha një zgjedhje e thjeshtë, të ritroheshin për të mësuar rusisht ose të largoheshin nga puna. Shumica zgjodhen të largoheshin. Por disa nuk patën fat. Ata që refuzuan të bindeshin u dërguan në kampe pune në veri të vendit, ku riedukoheshin duke punuar në miniera dhe fusha. Një ish mësuese e anglishtes, e cila flet sot me kusht anonimiteti, tregon: "Më thanë se nëse nuk nënshkruaja dokumentin, fëmijët e mi nuk do të mund të shkonin në universitet. Çfarë mund të bëja? Nënshkrova. Por çdo natë, në fshehtësi, u mësoja fëmijëve të mi anglisht në bodrumin e shtëpisë. Nëse na kapnin, do të na dërgonin të gjithë në kamp." Kjo ishte realiteti i jetës nën Tefta Camin. Edukimi nuk ishte e drejtë, ishte privilegj që mund të hiqej në çdo moment. Por Tefta nuk u ndal me mësuesit. Ajo shkoi më tej. Në vitin 1967, ajo urdhëroi djegjen e të gjitha librave në gjuhë të huaja nga bibliotekat publike. Miliona libra, vepra të Shakespeare-it, Goethes, Balzacut, Hemingwayut u dogjën në sheshe publike. Ishte një skem që kujtonte Gjermaninë naziste. Por kjo herë nuk ishin nazistët që i dignin librat, ishin komunistët. Dhe nuk ishte vetëm një akt simbolik. Ishte një mesazh i qartë: e kaluara duhet të fshihet, e ardhmja duhet të kontrollohet dhe e tashmja duhet të jetojë në errësirë. Një ish bibliotekar nga Tirana, i cili ishte detyruar të djegë librat me duart e tij, thot: "Kur hodha Hamletin në zjarr, qava. Por nuk guxoja të ndaloja. Ata na vëzhgonin. Sigurimi ishte kudo. Nëse refuzoje, nuk ishte vetëm puna jote që humbiste, ishte jeta jote." Dhe pastaj erdhi goditja finale. Në vitin 1970, Tefta Cami nënshkroi një dekret tjetër, për ndalimin e kontakteve kulturore me vendet kapitaliste. Kjo nënkuptonte se asnjë artist, shkrimtar, muzikant apo akademik shqiptar nuk mund të udhëtonte në perëndim. Asnjë libër, film apo disk muzikor perëndimor nuk mund të hynte në vend. Shqipëria u bë burgu më i madh në Evropë, jo me mure fizike, por me mure mendore. Dhe Tefta Cami ishte rojarja kryesore e këtij burgu. Por çfarë fitoi ajo nga kjo? Çfarë e motivoi të shkatërrojë të ardhmen e një kombi të tërë? A ishte kjo thjesht bindje ideologjike, apo kishte diçka më personale, një traumë, një frikë, një sekret që ajo po fshihte? Për herë të parë në 35 vjet, burri që ishte përgjegjës për zbatimin e politikave të Tefta Camit pranon të flasë para kamerave. Ai është Petrit Radovicka, ish zëvendësministër i arsimit, i cili punoi drejt për drejt nën urdhrat e Teftës për më shumë se 20 vjet. Çfarë na thot ai për vitet e fundit të regjimit do të përmbys gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Teftës dhe Enver Hoxhës, te planet e dëshpëruara për të fshehur dështimin e sistemit arsimor, te momenti kur ajo kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Petrit Radovicka ulet përballë kamerës, duart ende të dridhuara pas 3 dekadash e gjysmë. Ai fillon të flasë me një zë të ulët, pothuajse të frikësuar, sikur edhe sot, pas kaq vitesh, ai frikësohet se dikush po e dëgjon. Tefta Cami nuk ishte ajo që mendoni, thot ai. Ajo nuk ishte thjesht një ideologe e verbër. Ajo ishte një grua e frikësuar. E frikësuar nga e kaluara e saj, e frikësuar nga e ardhmja, dhe më e rëndësishmja, e frikësuar nga vetë Enveri. Çfarë do të thotë kjo? Petrit shpjegon se Tefta kishte një sekret që ajo e kishte fshehur për dekada. Në vitet e 40-ta, kur ajo ishte studente në Itali, ajo kishte pasur një lidhje me një oficer italian. Kur u kthye në Shqipëri, ajo e fshehu këtë të kaluar. Por sigurimi e dinte. Dhe Enveri e dinte. Dhe ata e përdorën këtë informacion për ta kontrolluar atë për gjithë jetën e saj. Çdo herë që ajo përpiqej të butësonte politikat, Enveri ja kujtonte të kaluarën e saj, thot Petri. Ai i thoshte: "Mos harro se kush je. Mos harro se çfarë ke bërë. Nëse nuk bën atë që të them, të gjithë do ta dinë." Dhe kështu, ajo bëhej gjithnjë e më radikale. Sa më shumë që ajo friksohej, aq më shumë që ajo shtynte. Ajo mendonte se nëse ishte mjaft e ashpër, mjaft e pamëshirshme, Enveri do ta linte në paqe. Por ai kur nuk e la.
Ai e torturoi psikologjikisht për 30 vjet. Kjo është një zbulesë që ndryshon gjithçka. Tefta Cami nuk ishte thjesht një ministre e çmendur. Ajo ishte një viktimë e sistemit që ajo vetë ndihmoi të ndërtonte. Ajo ishte një grua e shantazhuar, e frikësuar, e kontrolluar, dhe ajo e shndërroi frikën e saj në politikë shtetërore. Por si ndikoi kjo në vendimet e saj? Petri tregon një histori që nuk është raportuar kur më parë. Në vitin 1980, kur Shqipëria ishte në prag të kolapsit ekonomik, një grup profesorësh universitar i propozuan Teftës një plan për të rifutur mësimin e gjuhëve perëndimore. Ata argumentuan se pa këto gjuhë, Shqipëria nuk mund të zhvillohej. Ata i treguan statistika që tregonin se studentët shqiptar ishin 10 vjet pas studentëve të vendeve të tjera socialiste. Ata ju lutën asaj të ndryshonte politikën. Por Tefta refuzoi. Jo sepse ajo nuk ishte dakord me ta, por sepse ajo dinte se nëse pranonte, Enveri do ta shihte si dobësi. Dhe dobësia në regjimin e Enverit ndëshkohej me vdekje. Ajo më tha, në një moment privat, se e dinte që kishte gabuar, thot Petrit, syt e tij plot lodh. Ajo e dinte që kishte shkatëruar një brez të tërë. Por ajo nuk mund të bënte asgjë. Ajo ishte e burgosur në sistemin e saj. Dhe kur Enveri vdiq në vitin 1985, ishte shumë vonë. Dëmi ishte bërë. Dhe ajo e dinte që historia do ta gjykonte ashpër. Kjo është tragjedia e Tefta Camit. Ajo nuk ishte thjesht një shtypse, ajo ishte edhe e shtypura. Ajo nuk ishte thjesht një ekzekutore, ajo ishte edhe një viktim. Por a justifikon kjo atë që ajo bëri? A mund të falim një grua që shkatërroi të ardhmen e miliona fëmijëve sepse ajo vetë ishte e frikësuar? Por historia nuk përfundon këtu. Petrit zbulon diçka edhe më tronditëse. Në muajt e fundit të regjimit, kur protesta filluan të shpërthejnë në të gjithë Shqipërinë, Tefta Cami filloi të shkatërrojë dokumente. Jo dokumente të zakonshme, por dosje personale të nxënësve dhe mësuesve që ajo kishte persekutuar. Ajo donte të fshinte çdo gjurmë të asaj që kishte bërë, thot Petri. Ajo dinte që nëse këto dosje zbuloheshin, ajo do të gjykohej. Jo vetëm nga historia, por nga gjykatat. Dhe kështu, në dhjetor të vitit 1990, ajo urdhëroi djegjen e mira dosjeve në oborrin e ministrisë. Por disa dokumente shpëtuan. Dhe ato dokumente tregojnë një të vërtetë që ajo përpiqej të fshite, se ajo e dinte që në fillim që politikat e saj do të dështonin. Ajo e dinte që po shkatërronte vendin. Por ajo vazhdoi sepse ajo ishte më e frikësuar nga Enveri sesa nga historia. Kjo është zbulesë që ndryshon gjithçka. Tefta Cami nuk ishte thjesht një ideologe e verbër. Ajo ishte një grua e shantazhuar, e frikësuar, e kontrolluar, dhe ajo e shndërroi frikën e saj në politikë shtetërore. Ajo dinte që po gabonte. Ajo dinte që po shkatëronte një brez. Por ajo nuk mund të ndalonte. Sepse nëse ndalonte, ajo do të shkatërrohej. Dhe kështu, ajo zgjodhi të shkatërrojë të tjerët në vend të vetes. A është kjo një shpjegim? Po. A është kjo një justifikim? Kur? Por a na ndihmon të kuptojmë se si një grua e arsimuar, e zgjuar, e aftë, mund të bëhet arkitektja e një katastrofe kombëtare? Absolutisht. Imagjinoni një dhomë të vogël, të errët, në thellësi të pallatit të Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Në këtë dhomë, Tefta Cami takohej çdo javë me një grup prej 5 njerëzish, inspektor të sigurimit, të cilët i raportonin asaj çdo gjë që ndodhte në shkollat e vendit. Çdo mësues që fliste një gjuhë të huaj. Çdo nxënës që lexonte një libër të ndaluar. Çdo prind që ankohej për sistemin. Të gjitha këto informacione shkruheshin në dosje të veçanta me kodin UM0544, dosje kaq sekrete sa ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë vendin. Në këto dosje gjendej informacioni për shëndetin e vërtet mendor të Teftës, për planet e saj për të larguar mësuesit të dyshimt dhe për diçka shumë më tronditëse, për lidhjet e saj të fshehta me ish oficer italian që jetonin në Rom. Pse këto dosje u shkatëruan pikërisht në ditën e ekzekutimit të Enver Hoxhës? Kush dha urdhrin? Dhe çfarë po fshinin ato që ishte aq e rrezikshme sa duhej të zhdukej përgjithmonë? Për të kuptuar se çfarë ndodhi në ato ditë të fundit, duhet të kthehemi në vitin 1988. Shqipëria ishte në kolaps. Ekonomia po shkatërrohej. Njerëzit po vdisnin nga uria.
Dhe sistemi arsimor, sistemi që Tefta kishte ndërtuar për 30 vjet, po dështonte spektakularisht. Studentët shqiptar nuk mund të lexonin literaturë shkencore ndërkombëtare. Inxhinierët nuk mund të përdornin teknologji perëndimore. Mjekët nuk mund të ndiqnin konferenca mjekësore. Shqipëria ishte bërë një ishull i ignorancës në mes të Evropës. Dhe Tefta Cami e dinte këtë. Ajo e dinte që kishte dështuar. Por ajo nuk mund të pranonte. Sepse nëse pranonte, ajo do të pranonte që e gjithë jeta e saj kishte qenë një gënjeshtër. Në këtë periudhë, Tefta filloi të ndryshonte. Ish kolegët e saj tregojnë se ajo u bë e heshtur, e tërhequr, e frikësuar. Ajo nuk shkonte më në takime publike. Ajo nuk mbante më fjalime. Ajo mbyllej në zyrën e saj dhe shkatëronte dokumente. Çfarë po ndodhte me të? Petrit Radovicka thotë se ajo kishte filluar të merrte medikamente për ankth dhe depresion. Ajo nuk flinte, thot ai. Ajo kishte makthe. Ajo shihte fytyrat e mësuesve që kishte dërguar në kampe. Ajo dëgjonte zërat e fëmijëve që kishte privuar nga arsimi. Ajo po çmendej ngadalë. Por askush nuk guxonte ta ndihmonte. Sepse ndihmimi i saj do të nënkuptonte pranimin që ajo kishte gabuar. Dhe në regjimin e Enverit gabimet nuk faleshin. Por historia më e çuditshme vjen nga një burim i papritur. Në vitin 1989, pak muaj para rënies së regjimit, një vizitor i huaj erdhi në Tiranë. Ai ishte një diplomat italian, i cili kishte kërkuar një takim me ministren e arsimit për të diskutuar mundësinë e shkëmbimeve kulturore. Takimi u miratua, por vetëm në kushte të jashtëzakonshme. Ai u zhvillua në orën 3 të mëngjesit në një vilë sekrete jashtë Tiranës, pa asnjë protokoll zyrtar. Askush nuk e dinte për këtë takim, përveç Teftës, diplomatit dhe një përkthyesi të sigurimit. Çfarë u diskutua në atë takim? Diplomati italian, i cili jeton ende sot dhe flet me kusht anonimiteti, thot: ajo më kërkoi ndihmë. Ajo më tha se donte të largohej nga Shqipëria. Ajo më tha se kishte frikë për jetën e saj. Ajo më tha se nëse regjimi binte, ajo do të gjykohej dhe do të ekzekutohej. Ajo më kërkoi azil në Itali. Kjo është një zbulesë që nuk është raportuar kur më parë. Tefta Cami, gruaja që kishte ndërtuar murin e ignorancës, po kërkonte të ikë. Ajo po kërkonte të shpëtonte nga sistemi që ajo vetë kishte ndërtuar. Por çfarë ju përgjigj diplomati? I thash se nuk mund ta ndihmoja, thot ai. I thash se qeveria italiane nuk mund të ofrojë azil për një ministre të një regjimi komunist. I thash se ajo duhej të përballej me pasojat e veprimeve të saj. Dhe kur i thash këtë, ajo filloi të qaj. Ajo qau për orë të tëra. Dhe pastaj, ajo u ngrit dhe iku. Nuk e kam parë kur më. Kjo ishte nata kur Tefta Cami kuptoi se nuk kishte shpëtim. Ajo ishte e burgosur në vendin që ajo kishte ndihmuar të izolonte. Ajo ishte e dënuar nga historia që ajo kishte ndihmuar të shkruante. Dhe ajo nuk kishte ku të shkonte. Por historia nuk përfundon këtu. Në dhjetor të vitit 1990, kur protesta filluan të shpërthejnë në Tiranë, Tefta Cami u zhduk. Ajo nuk u shfaq më në publik. Ajo nuk dha më intervista. Ajo nuk u pa më në ministri. Ku shkoi ajo? Disa thonë se ajo u fsheh në një shtëpi në jug të Shqipërisë. Të tjerë thonë se ajo u dërgua në një spital psikiatrik. Dhe disa, shumë pak, thonë se ajo u largua nga vendi në fshehtësi, me ndihmën e agjentëve të sigurimit që donin të mbronin sekretet e regjimit. Por e vërteta është se askush nuk e di me siguri. Tefta Cami u zhduk nga historia ashtu siç ajo kishte zhdukur mijëra libra, mijëra mësues, mijëra ëndra. Ajo u bë një fantazmë, një kujtim i një kohe kur dia ishte armiku dhe ignoranca ishte virtyti. Por çfarë ndodhi me dosjet e saj? Çfarë ndodhi me dokumentet që ajo kishte shkatëruar? Petrit Radovicka tregon se disa dokumente shpëtuan. Unë i fsheva disa dosje, thot ai. Unë i mora nga zyra e saj në natën e 21 dhjetorit. Unë i fsheva në shtëpinë time. Dhe unë i kam mbajtur për 35 vjet duke pritur momentin e duhur për t'i zbuluar. Dhe tani, ai i zbulon. Në këto dosje gjenden letra personale të Teftës, ku ajo pranon se e dinte që po gabonte. Gjenden raporte mjekësore që tregojnë se ajo vuante nga depresioni i rëndë.
Gjenden edhe plane për largimin e saj nga vendi, plane që kur nuk u realizuan. Këto dokumente tregojnë një grua të shkatëruar, të friksuar, të vetmuar, një grua që kishte shkatëruar një komb, por që në fund kishte shkatëruar edhe veten. A mund të falim Tefta Camin? A mund të kuptojmë se pse ajo bëri atë që bëri? A mund të shohim përtej monstrit dhe të shohim gruan e friksuar, të shantazhuar, të kontrolluar? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse historia e Tefta Camit nuk është thjesht historia e një ministre të çmendur. Është historia e një sistemi që shkatëronte njerëzit që e shërbenin. Është historia e një regjimi që e shndërronte frikën në politikë. Dhe është historia e një kombi që ende po përpiqet të shërohet nga plagët që ajo la pas. Pak njerëz e dinë që Shokja Supreme, ateiste e bindur në publik, dridhej para mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të Tefta Camit u gjet një shënim për një vizitë sekrete të një fallxore nga malet e Sharrit, vetëm një vit para rënies së regjimit. Çfarë i tha ajo grua? Pse ministria filloi papritur të ndryshonte inspektorët e saj personal pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të gruas që kontrollonte mendjet e një kombi të tërë. Në këtë dosje, të vulosur me shënimin sekret absolut, gjendet diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë, një letër e shkruar me dorë nga Tefta, drejtuar një murgeshe ortodokse në Korçë, ku ajo kërkon lutje për mbrojtje nga armiqt e padukshëm. Kjo grua, që kishte mbyllur kisha dhe xhami, që kishte ndaluar çdo formë feje, tani lutej në fshehtësi. Çfarë e kishte friksuar aq shumë? Çfarë kishte parë ajo që ne nuk e dim? Dhe pse kjo letër u gjet e djegur për gjysmë, sikur dikush kishte përpiqur ta shkatëronte në minutën e fundit? Në pranverën e vitit 1988, diçka e çuditshme filloi të ndodhte në Ministrinë e Arsimit. Punonisit vunë re që Tefta Cami kishte filluar të mbante një qese të vogël lëkure në qafë, të fshehur nën bluzën e saj. Askush nuk guxonte ta pyeste se çfarë ishte. Por një pastruese që punonte në zyrën e saj, tregon se një herë qesja ra në dy sheme kur Tefta po ndëronte pallton. Brenda saj ishin 3 gjëra, një copë letre e verdhur me shkrim arab, një gurizi i mbështjell në pëlhur të kuqe dhe një foto e vjetër e një gruaje të panjohur. Kur pastruesia e mblodhi qesen, Tefta ja rëmboi me një furi që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. Mos e prek kurrë më këtë, i bërtiti ajo, zëri i saj i dridhur nga frika. Kjo është e vetmja gjë që më mbron. Nga kush po mbrojej ajo? Nga çfarë po friksohej? Dhe pse një grua që kishte pushtetin të dërgonte njerëz në kampe pune tani mbarte amuleta si një fshatare e thjeshtë? Historia bëhet edhe më e çuditshme. Në verën e atij viti, Tefta urdhëroi që zyra e saj të rinovohej plotësisht. Por renovimi nuk ishte normal. Ajo kërkoi që dyert të ndryshohen në mënyrë që të hapeshin nga e djathta në të majtë, jo nga e majta në të djathtë siç ishin më parë. Ajo kërkoi që tavolina e saj të vendosej në këndin më të largët të dhomës, me shpinën nga muri, në mënyrë që askush të mos mund të qëndronte pas saj. Ajo kërkoi që pasqyrat të hiqeshin nga të gjitha dhomat e ministrisë. Kur arkitekti e pyeti pse, ajo ju përgjigj me një fjali që e ngriu: pasqyrat lejojnë shpirtrat të kalojnë nga bota tjetër. Kjo ishte gruaja që kishte ndërtuar sistemin më shkencor, arsimor në Ballkan. Kjo ishte gruaja që kishte ndaluar çdo formë bestytnish nga shkollat. Dhe tani, ajo po sillej si një grua e shtënë në magji të zezë. Por çfarë e kishte çuar deri këtu? Petrit Radovicka, ish zëvendës ministri, zbulon një sekret që nuk është treguar kurrë më parë. Në vjeshtën e vitit 1987, Tefta mori një letër anonime, thot ai, zëri i tij i ulët dhe i kujdesshëm. Letra ishte shkruar me shkronja të prera nga gazeta, si në filmat e spionazhit. Në të shkruaj, ditët e tua janë të numëruara. Ata që ke dërguar në errësirë po vinë për ty, shpirti i çdo fëmije që ke shkatëruar do të gjejë. Letra nuk ishte nënshkruar. Por në fund kishte një simbol të çuditshëm, një sy i hapur, i rrethuar nga flak. Kush e dërgoi këtë letër? A ishte një akt hakmarrjeje nga një mësues i përsekutuar? A ishte një lojë psikologjike nga sigurimi për ta mbajtur atë nën kontroll? Apo ishte diçka më e thellë, një paralajmërim i vërtet nga dikush që e dinte se çfarë po vinte? Pas kësaj letre, Tefta ndryshoi plotësisht. Ajo filloi të takohej me njerëz të çuditshëm, njerëz që nuk ishin pjesë e aparatit shtetëror. Një prej tyre ishte një grua e vjetër nga Gjirokastra, e njohur në fshehtësi si lexuese e së ardhmes.
Kjo grua, e cila kishte mbijetuar persekutimet e regjimit duke u fshehur në male, u soll në Tiranë në mes të natës, në një makinë pa targa. Ajo u fut në ministri nga një hyrje e fshehtë dhe u takua me Tefta në një dhomë pa dritare. Çfarë i tha ajo? Një rojtar, i cili ishte jashtë derës, dëgjoi fragmente të bisedës. Dëgjova gruan e vjetër duke thënë, gjaku që ke derdhur do të ndjek. Fëmijët që ke verbuar do të shohin në ëndërra. Nuk ka vend ku të fshihesh, as në këtë botë, as në tjetrën. Kur gruaja doli, Tefta ishte e bardhë si gëlqerja. Ajo nuk foli me askënd për orë të tëra. Dhe nga ajo natë, ajo filloi të mbante qesen e lëkurës në qafë. Por historia nuk përfundon këtu. Në dimrin e vitit 1988, Tefta bëri diçka që askush nuk e kishte pritur. Ajo shkoi në fshehtësi absolute në një manastir të vjetër ortodoks në afërsi të Korçës. Manastiri ishte mbyllur zyrtarisht, por disa murgesha të vjetra jetonin ende aty në fshehtësi, duke u fshehur nga autoritetet. Tefta hyri në manastir në mes të natës, e mbuluar me një shall të zi, pa asnjë roje. Ajo u takua me murgeshen më të vjetër, një grua 90 vjeçare që kishte kaluar gjysmën e jetës në burg për shkak të besimit të saj. Çfarë kërkoi Tefta nga kjo grua? Murgesha, e cila vdiq në vitin 1995, i la një dëshmi e një nipi të saj. Në atë dëshmi, ajo shkruan, ajo grua erdhi te unë dhe më kërkoi falje. Ajo më tha se kishte shkatëruar jetën e mirë a njerëzve. Ajo më tha se nuk mund të flinte, se shite fytyra në ëndëra, se dëgjonte zëra. Ajo më kërkoi të lutja për shpirtin e saj. Unë i thash, unë nuk mund të fal. Vetëm Zoti mund të fal. Por Zoti nuk fal ata që nuk pendohen me zemër të plotë. Ajo qau dhe iku. Kjo është një zbulesë që ndryshon gjithçka që mendonim se dinim për Tefta Camin. Ajo nuk ishte thjesht një ministre e ftohtë, e pamëshirshme. Ajo ishte një grua e shkatëruar nga faji, e torturuar nga ndërgjegja, e ndjekur nga fantazmat e së kaluarës. Ajo kishte ndërtuar një sistem që verbonte mendjet, por në fund, ajo vetë u verbua nga frika dhe pendimi. Ajo kishte mbyllur kisha dhe xhami, por në fund, ajo vetë kërkoi strehim në fe. Ajo kishte ndaluar çdo formë shprese, por në fund, ajo vetë kërkoi shpëtim. Por a ishte shumë vonë? A mund të shpëtojë një grua që kishte shkatëruar një brez të tërë? A mund të falej një shpirt që kishte derdhur aq shumë gjak mendor? Petrit Radovicka thot se në muajt e fundit të regjimit, Tefta u bë pothuajse e paidentifikueshme. Ajo humbi peshë. Flokët e saj u bën plotësisht të bardhë. Ajo nuk flinte. Ajo ecte nëpër korridoret e ministrisë në mes të natës, duke folur vetëm. Disa thonë se ajo po fliste me të vdekurit. Të tjerë thonë se ajo po lutet. Por të gjithë e dinim se ajo po çmendej. Dhe kështu, gruaja që kishte kontrolluar mendjet e miliona njerëzve, tani nuk mund të kontrollonte mendjen e saj. Gruaja që kishte ndërtuar murin e ignorancës, tani ishte e burgosur në murin e fajit. Gruaja që kishte fshirë të kaluarën, tani po gëlltitej nga e kaluara. A është kjo drejtësi? A është kjo hakmarrje? Apo është thjesht tragjedia e një jete të jetuar në shërbim të një sistemi që nuk fal askënd? Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer nga roja personale e Tefta Camit, duart ende i dridhen pas 35 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit flasin për herë të parë për sekretet që kanë mbajtur për dekada. Zbulesat e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit. Nga bisedat private midis Tefta Camit dhe Enver Hoxhës, te planet e dëshpëruara për të fshehur dështimin e sistemit arsimor, te momenti kur ajo kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Oficeri i parë që flet është Agim Shehu, ish komandant i rojës personale të Ministrisë së Arsimit. Ai ishte përgjegjës për sigurinë e Tefta Camit për më shumë se 10 vjet. Ai e pa gjithçka. Ai dëgjoi gjithçka. Dhe tani, për herë të parë, ai flet. Tefta Cami nuk ishte ajo që shihej në televizion, fillon ai, zëri i tij i thellë dhe i lodhur. Në publik, ajo ishte e fortë, e vendosur, e pamëshirshme. Por në privat, ajo ishte një grua e thyrë. Unë e kam parë duke qarë në zyrën e saj. E kam dëgjuar duke u lëritur në mes të natës.
E kam gjetur duke u fshehur në Bodrum, duke u frikësuar nga hijet e saj. Çfarë e kishte shkatëruar kaq shumë? Agim shpjegon se Tefta jetonte në një gjendje konstante terrori. Ajo nuk i besonte askujt. Ajo mendonte se të gjithë po komplotonin kundër saj. Ajo kontrollonte ushqimin e saj me dorën e saj. Ajo ndëronte rrugën për në shtëpi çdo ditë. Ajo flinte me një pistolet nën jastëk. Por frika e saj nuk ishte e pabazuar. Agim zbulon se në vitin 1989 kishte pasur të paktën 3 tentativa për ta vrarë Tefta Camin. Tentativa e parë ishte një helmim, thot ai. Dikush kishte vendosur një substancë në çajin e saj. Ajo u sëmu rënd, por mbijetoi. Tentativa e dytë ishte një aksident i organizuar, frena e makinës së saj u sabotuan. Por shoferi e vuri re në kohë. Tentativa e tretë ishte më e drejtë për drejtë, një oficer i sigurimit u përpoq ta qëllonte me armë, por u kap para se të mund të vepronte. Kush po përpiqej ta vriste? Agim thot se Tefta kishte shumë armiq. Kishte mësues që ajo kishte dërguar në kampe. Kishte prindër që fëmijët e tyre kishin vdekur për shkak të politikave të saj. Kishte edhe njerëz brenda sistemit që donin ta largonin atë, sepse ajo po bëhej një barë për regjimin. Por më tronditse është se Tefta besonte që disa nga këto tentativa ishin organizuar nga vetë Enveri. Ajo më tha, në një moment privat, se Enveri po përpiqej ta eliminonte, thot Agim. Ajo mendonte se ai po e përdorte atë si mburoj, dhe kur ajo nuk do të ishte më e dobishme, ai do ta hidhte. Oficeri i dytë që flet është Luan Kola, ish inspektor i sigurimit që punonte drejt për drejt me Tefta Camin. Ai ishte përgjegjës për monitorimin e mësuesve dhe nxënësve që konsideroheshin të dyshim. Ai tregon një histori që nuk është raportuar kurrë më parë. Në vitin 1988, Tefta më urdhëroi të hetoja një grup mësuesish në Shkodër që ishin akuzuar për mësimin e anglishtes në fshehtësi, thot ai. Kur shkova atje, zbulova se akuzat ishin të vërteta. Këta mësues po mësonin fëmijët në bodrumet e shtëpive të tyre, duke përdorur libra të vjetër që i kishin fshehur për vite. Por kur u ktheva dhe ja raportova Teftës, ajo nuk urdhëroi arrestimin e tyre. Ajo më tha, lëri të vazhdojnë. Por mbaj nën vëzhgim. Nëse i arrestojmë, do të bëhen martir. Nëse i lëm, do të jenë thjesht kriminal të vegjël që askush nuk i vëre. Kjo ishte strategjia e saj. Ajo nuk donte të krijonte heronj. Ajo donte të krijonte frikë. Por Luan zbulon diçka edhe më të errët. Tefta kishte një listë, thot ai, zëri i tij i ulët dhe i kujdesshëm. Një listë me emrat e të gjithë atyre që ajo konsideronte si kërcënim për pushtetin e saj. Në atë listë ishin mësues, profesor, student, madje edhe disa kolegë të saj në ministri. Ajo e mbante këtë listë në një kasafort në zyrën e saj. Dhe çdo muaj, ajo e përditësonte atë. Disa emra hiqeshin. Emra të rinj shtohen. Dhe për çdo emër që hiqej, kishte një arsye, ose personi ishte arrestuar, ose ishte dërguar në kamp, ose kishte zhdukur në mënyrë misterioze. Kjo është një zbulesë që konfirmon atë që shumë kanë dyshuar për vite, Tefta Cami nuk ishte thjesht një ministre. Ajo ishte një arkitekte e terrorit. Ajo nuk vetëm që zbatonte politikat e regjimit, ajo i krijonte ato. Ajo nuk vetëm që ndiqte urdhrat e Enverit, ajo i tejkalonte ato. Oficeri i tretë që flet është Fatmir Hoxha, ish shef i sigurisë së brendshme të ministrisë. Ai ishte përgjegjës për mbrojtjen e dokumenteve sekrete dhe për shkatërimin e tyre kur ishte e nevojshme. Ai tregon se çfarë ndodhi në ditët e fundit të regjimit. Në dhjetor të vitit 1990, kur protesta filluan të shpërthejnë, Tefta më thiri në zyrën e saj, thot ai. Ajo më dha një listë me numrat e dosjeve që duhej të shkatëroheshin menjëherë. Ishin qindra dosje me informacione për mësuesit e persekutuar, për studentët e arrestuar, për planet e saj për të kontrolluar sistemin arsimor. Ajo më tha, këto dosje nuk duhet të gjenden kurrë. Nëse gjenden, unë do të gjykohem. Dhe nëse unë gjykohem, shumë të tjerë do të gjykohen me mua. Fatmir thot se ai shkatëroi shumicën e dosjeve. Por jo të gjitha. Unë ruajta disa, thot ai, zëri i tij plot pendim. Unë i ruajta sepse mendova se një ditë, historia do të donte t'i dinte këto gjëra. Unë i ruajta sepse mendova se viktimat meritojnë drejtësi.
Dhe unë I ruajta sepse mendova se njerëzit si Tefta Cami nuk duhet të lejoheshin të fshin gjurmët e tyre. Këto dosje, që Fatmir I ka mbajtur për 35 vjet, tani janë duke u zbuluar. Dhe ato tregojnë një të vërtetë që Tefta Cami përpiqej të fshite, se ajo e dinte që në fillim që politikat e saj do të shkatërronin vendin. Në një letër të shkruar në vitin 1965, drejtuar Enver Hoxhës, ajo shkruan: "Shoku Enver, unë e kuptoj që ndalimi I gjuhëve perëndimore do të ketë pasoja afatgjata për zhvillimin e vendit. Por unë besoj që kjo është një sakrificë e nevojshme për të mbrojtur ideologjinë tonë. Nëse lejojmë të rinjtë tanë të mësojnë anglisht, ata do të dëshirojnë të jetojnë si amerikanët. Nëse lejojmë ata të mësojnë frëngjisht, ata do të ëndërrojnë për Parisin. Ne duhet t'i mbajmë ata këtu, në realitetin ton, në botën ton socialiste. Edhe nëse kjo do të thotë që ata do të jenë më pak të arsimuar se fqinjët tanë. Kjo është prova e zezë mbi të bardhë. Tefta Cami e dinte që po shkatëronte të ardhmen e një brezi. Por ajo zgjodhi ta bënte gjithsesi. Sepse për të, ideologjia ishte më e rëndësishme se njerëzit. Pushteti ishte më I rëndësishëm se e vërteta. Dhe kontrolli ishte më I rëndësishëm se liria. Por çfarë ndodhi me Tefta Camin në ditët e fundit? Agim, Luan dhe Fatmir të tre tregojnë të njëjtën histori. Në 21 dhjetor, kur Ceaușescu u ekzekutua në Rumani, Tefta e kuptoi se gjithçka kishte mbaruar, thot Agim. Ajo erdhi në ministri në mëngjes, mblodhi të gjithë stafin dhe tha: "Është mbaruar. Regjimi po bie. Dhe ne do të paguajmë për atë që kemi bërë." Pastaj ajo u kthye në zyrën e saj dhe nuk doli më. Luan thot se ajo kaloi ditët e fundit duke shkatëruar dokumente. Ajo dogji gjithçka që mund të gjente. Letra, dosje, fotografi, shënime personale. Ajo donte të fshinte çdo gjurmë të ekzistencës së saj. Dhe Fatmir thot se në 25 dhjetor, kur lajmi I ekzekutimit të Ceaușescuve u përhap, Tefta zhduku. Ajo u largua nga ministria në mes të natës. Askush nuk e pa ku shkoi. Disa thonë se ajo u fsheh në jug. Të tjerë thonë se ajo u dërgua në një spital psikiatrik. Dhe disa thonë se ajo u largua nga vendi me ndihmën e agjentëve të sigurimit. Por e vërteta është se askush nuk e di me siguri. Kjo është tragjedia e Tefta Camit. Ajo ndërtoi një sistem që shkatërroi miliona jetë. Ajo krijoi një mur ignorancë që izoloi një kombë të tërë. Ajo shndërroi arsimin në vegël torturimi. Dhe në fund, ajo u zhduk, duke lënë pas një trashëgimi të errët që ende ndihet sot. Por a mund të falim një grua që e dinte që po gabonte, por që vazhdoi gjithsesi? A mund të kuptojmë një grua që ishte viktimë e sistemit që ajo vetë ndihmoi të ndërtonte? A mund të shohim përtej monstrit dhe të shohim gruan e friksuar, të shantazhuar, të kontrolluar? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse historia e Tefta Camit nuk është thjesht historia e një ministre të çmendur. Është historia e një sistemi që shkatëronte njerëzit që e shërbenin. Është historia e një regjimi që e shndërronte frikën në politikë. Dhe është historia e një kombi që ende po përpiqet të shërohet nga plagët që ajo la pas. Në pallatin e Tefta Camit ekzistonin tunele dhe bunker që as arkitektët zyrtar nuk I njohin edhe sot. Kush I ndërtoi ato në fshehtësi? Ku çonin këto tunele? Dhe pse në ditët e fundit të regjimit Tefta Cami kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Roja personale ka mbajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Në këto tunele, të ndërtuara në thellësi të tokës, gjendeshin dhoma të pajisura me ushqim, ujë, medikamente dhe armë, mjaft për të mbijetuar për muaj të tërë. Por më tronditse ishte zbulimi I një dhome të veçantë, të vulosur me një derë qeliku, ku ruhen dokumente që nuk duhej të ekzistonin kurrë. Dokumente me plane evakuimi, me lista emrash të njerëzve që duhej të eliminoheshin dhe me diçka edhe më të frikshme, me harta të vendeve ku ishin fshehur paratë dhe ari I regjimit. Kush kishte akses në këtë dhomë? Çfarë tjetër fshihej aty? Dhe pse në 22 dhjetor të vitit 1990, kjo dhomë u mbyll përgjithmonë me beton? Historia e këtyre tuneleve fillon në vitin 1970, kur Shqipëria ishte në kulmin e izolimit të saj. Enveri kishte urdhëruar ndërtimin e mira bunkerve në të gjithë vendin, duke u përgatitur për një luftë që kurrë nuk erdhi. Por disa bunker ishin të veçantë. Ato nuk ishin për popullin. Ato ishin për elitën.
Dhe më i veçanti prej tyre ishte bunkeri nën Ministrinë e Arsimit. Agim Shehu, ish komandanti i rojës, tregon se si u ndërtua ky bunker. Ndërtimi filloi në fshehtësi absolute, thot ai. Punëtorët që e ndërtuan atë ishin sjell nga zona të largëta të vendit. Ata nuk dinin se ku ishin. Ata punonin në turne 24 orëshe, pa kontakt me botën e jashtme. Dhe kur puna përfundoi, shumica e tyre u dërguan në kampe pune, në mënyrë që të mos mund të flisnin për atë që kishin parë. Kjo ishte niveli i sekretit. Kjo ishte niveli i paranojës. Por çfarë kishte në këtë bunker që ishte aq sekret? Agim tregon se ai kishte akses të kufizuar në bunker, por ai pa mjaft për të kuptuar se diçka e jashtëzakonshme po ndodhte. Kishte dhoma plot me ushqim të konservuar, jo ushqim i zakonshëm, por ushqim luksoz. Konserva mishi nga Italia, çokoladë nga Zvicra, verë nga Franca. Kishte edhe një dhomë plot me medikamente, antibiotik, anestezik, madje edhe pajisje kirurgjikale. Dhe kishte një dhomë që unë nuk kisha leje të hyja, dhoma me derën e qelikut. Vetëm tefta dhe 2 oficerë të lartë të sigurimit kishin çelësat për atë dhomë. Çfarë fshihej aty? Agim thot se ai dëgjoi thashë theme. Disa thonin se aty ruhen dosjet më sekrete të regjimit. Të tjerë thonin se aty ruhen paratë dhe ari që tefta kishte vjedhur nga buxheti i arsimit. Dhe disa thonin se aty ruhen plane për largimin e saj nga vendi në rast se regjimi binte. Luan Kola, ish inspektori i sigurimit, konfirmon këto thashë theme. Unë kisha akses në atë dhomë, thot ai, zëri i tij i ulët dhe i kujdesshëm. Dhe ajo që pash aty më tronditi. Kishte dosje me emrat e të gjithë atyre që tefta konsideronte si kërcënim. Kishte plane evakuimi që detajojnë se si ajo do të largohej nga Shqipëria nëse regjimi binte. Kishte edhe harta që tregonin se ku ishin fshehur paratë dhe ari, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në banka në Zvicër dhe Austri. Dhe kishte diçka edhe më të frikshme, një listë me emrat e njerëzve që duhej të eliminoheshin para se ajo të largohej. Kjo listë përfshinte mësues, profesor, student, madje edhe disa kolegë të saj në ministri. Kjo është prova që Tefta Cami nuk ishte thjesht një ministre. Ajo ishte një kriminale. Ajo kishte planifikuar jo vetëm të shkatëronte sistemin arsimor, por edhe të eliminonte çdo person që mund ta ekspozonte atë. Por çfarë ndodhi me këtë dhomë në ditët e fundit të regjimit? Fatmir Hoxha, ish shefi i sigurisë, tregon një histori që nuk është raportuar kur më parë. Në 22 dhjetor, Tefta më urdhëroi të mbyllja dhomën përgjithmonë, thot ai. Ajo më tha, merr gjithçka që është brenda, dosjet, parat, planet dhe djegi gjithçka. Pastaj mbyll derën me beton në mënyrë që askush të mos mund ta hap kur më. Unë bëra atë që më tha. Dogja dosjet. Dogja planet. Por parat dhe arin, ato nuk i dogja. Ato i mora dhe i fsheva. Sepse mendova se nëse regjimi binte, unë do të kisha nevojë për to për të mbjetuar. Kjo është një zbulesë që ngre pyetje të reja. Nëse Fatmir mori parat dhe arin, ku janë ato sot? A i ka ai ende? A i ka shitur? Apo i ka dhënë dikujt tjetër? Dhe më e rëndësishmja, sa para dhe ar kishte në atë dhomë? Fatmir nuk do të thotë. Por ai thotë se ishte mjaft për të blerë një jetë të re në një vend tjetër. Por historia e tuneleve nuk përfundon me dhomën e vulosur. Agim tregon se tunelet nuk çonin vetëm në bunker. Ato çonin edhe në vende të tjera, vende që askush nuk i dinte. Një tunel çonte në një vilë private në periferi të Tiranës, thot ai. Kjo vilë ishte e regjistruar në emrin e një oficeri të sigurimit, por në realitet ishte e Teftës. Ajo shkonte atje në fshehtësi, pa askënd që ta dinte. Çfarë bënte ajo atje? Askush nuk e di. Por disa thonë se ajo takohej me njerëz që nuk duhej të takonte, njerëz nga jashtë vendit, njerëz që mund t'i ofronin azil nëse regjimi binte. Kjo është një zbulesë që sugjeron se Tefta kishte plane për të ikur që nga vitet e 80. Ajo nuk po prisje thjesht që regjimi të binte. Ajo po përgatitej për atë moment. Ajo po ndërtonte rrjete, po krijonte opsione, po siguronte rrugë shpëtimi. Por pse ajo nuk iku? Pse ajo zgjodhi të mbetej në Shqipëri, edhe kur e dinte që regjimi po binte? Luan thot se ajo kishte një arsye të thjeshtë, frikë. Ajo kishte frikë se nëse ikej, ajo do të gjendej dhe do të sillej mbrapsht, thot ai.
Ajo kishte frikë se nëse mbetej, ajo do të gjykohej dhe do të dënohej. Ajo ishte e bllokuar midis dy opsioneve të këqija. Dhe kështu, ajo zgjodhi një opsion të tretë, të zhdukej. Jo të ikej nga vendi, por të zhdukej brenda vendit. Të bëhej e padukshme. Të jetonte në hije duke u fshehur nga historia. Kjo është tragjedia e Tefta Camit. Ajo ndërtoi tunele për të ikur, por në fund, ajo u burgos në to. Ajo krijoi plane për të shpëtuar, por në fund, ajo nuk mund të shpëtonte nga vetja. Ajo fsheu gjurmët e saj, por në fund, gjurmët e saj e ndoqën përgjithmonë. Sot, tunelet nën Ministrinë e Arsimit janë të mbyllura. Dhoma me derën e çelikut është e vulosur me beton. Dhe Tefta Cami është zhdukur nga historia. Por pyetjet mbeten. Ku është ajo sot? A është ende gjallë, e fshehur diku në Shqipëri? A ka ikur në një vend tjetër duke jetuar në një identitet të ri? Apo ka vdekur, e harruar dhe e vetmuar, duke mbajtur sekretet e saj deri në fund? Këto janë pyetje që mund të mos kenë kurrë përgjigje. Por një gjë është e sigurt, trashëgimia e Tefta Camit jeton ende. Në çdo fëmijë shqiptar që nuk mund të flas anglisht. Në çdo student që lufton për të mësuar gjuhë të huaja. Në çdo brez që u privua nga e drejta për të ditur. Tefta Cami ndoshta ka zhdukur, por dëmi që ajo shkaktoi nuk ka zhdukur kurrë. Dhe kjo është dënimi i saj më i madh, jo burgu, jo gjykimi, por kujtimi i përjetshëm i asaj që ajo bëri. Imagjinoni që jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Tefta Camin, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni që duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor të vitit 1990, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i shtyu ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Në arkivat e sigurimit të fshehura në një bodrum të lagësht pranë ish-selisë së partisë, u gjetën dosje me kodin rrethit i brendshëm, dosje që përmbajnë emrat e këtyre 12 njerëzve dhe rolin e tyre në ditët e fundit. Por më tronditse ishte një dokument i shkruar me dorë nga vetë Tefta, datuar 20 dhjetor, ku ajo shkruan: ata më kanë shitur. Të gjithë. Edhe ata që betohen në besnikëri. Unë e di. Unë e ndjej. Por nuk mund të bëj asgjë. Sepse nëse i prek, ata do të më shkatërrojnë para se unë t'i shkatërroj ata. Kush ishin këta 12 njerëz? Çfarë dinin ata që ishte aq e rrezikshme? Dhe pse, në fund, ata zgjodhen të flasin? Për të kuptuar tradhtinë, duhet të kthehemi në vjeshtën e vitit 1989. Shqipëria ishte në prag të kolapsit. Muri i Berlinit kishte rënë. Ceaușescu po humbisnin kontrollin në Rumani. Dhe Tefta Cami po humbisnin kontrollin mbi veten. Ajo kishte krijuar një rreth të ngushtë njerëzish që e dinin gjithçka për të, mjekun e saj personal, shoferin e saj, sekretaren e saj, 3 oficer të sigurimit, 2 inspektor të ministrisë, 4 roje personale, dhe një grua të vetme që e pastronte zyrën e saj çdo mbrëmje. Këta 12 njerëz ishin të vetmit që kishin akses të plot në jetën e Teftës. Ata e dinin se çfarë hante ajo, çfarë ilaçesh merrte, ku shkonte, me kë fliste, çfarë planesh kishte. Ajo u besonte atyre sepse nuk kishte zgjedhje tjetër. Por ajo gjithashtu i frikësonte ata. Sepse ajo e dinte që nëse ata flisnin, ajo do të shkatërrohej. Mjeku i saj personal, doktor Arben Mësonji, ishte njëri prej tyre. Ai kishte qenë mjeku i Teftës për më shumë se 15 vjet. Ai e dinte gjithçka për shëndetin e saj, çdo sëmundje, çdo simptom, çdo ilaç që ajo merrte. Dhe ai e dinte diçka që askush tjetër nuk e dinte, Tefta Cami po vdiste. Jo nga një sëmundje fizike, por nga një sëmundje mendore. Ajo vuante nga depresioni i rënd dhe nga çrregullime të ankthit, thot doktor Mësonji, duke folur për herë të parë pas 35 vitesh. Ajo merrte doza të larta antidepresantësh dhe qetësuesish. Por ilaçet nuk po funksionin më. Ajo po humbisnin kontaktin me realitetin. Ajo po shihte gjëra që nuk ekzistonin. Ajo po dëgjonte zëra. Ajo po bëhej paranoike në nivele që unë nuk kisha parë kurrë më parë. Doktori thot se ai kishte rekomanduar Teftës të largohej nga puna dhe të merrte trajtim psikiatri. Por ajo kishte refuzuar. Ajo më tha, nëse largohem, ata do të më vrasin. Nëse pranoj që jam e sëmur, ata do të më zëvendësojnë.
Dhe nëse më zëvendësojnë, unë do të jem e vdekur. Por çfarë e shtyu doktor Mësonjën të flas? Çfarë e bëri atë të thyej betimin e tij mjekësor dhe të zbuloj sekretet e pacientes së tij? Ai thotë se ishte një moment specifik që e ndryshoi gjithçka. Në nëntor të vitit 1989, Tefta më thiri në zyrën e saj në mes të natës, tregon ai, zëri i tij i dridhur nga kujtimi. Kur arrita, ajo ishte ulur në dy sheme, duke u mbajtur për kokë, duke u lëritur. Ajo më tha se kishte parë një vegim të fëmijëve që ajo kishte shkatëruar, duke ardhur për të. Ajo më tha se ata po e ndiqnin, se ata po e prisnin, se ata do ta merrnin atë së shpejti. Unë përpiqja ta qetësoja. I dhash një injeksion të fortë qetësues. Por kur ajo u qetësua, ajo më kapi për krah dhe më tha diçka që më ngriti gjakun, nëse unë bie, ti do të biesh me mua. Sepse ti e di gjithçka. Dhe ata nuk do të lejojnë të jetosh me atë që di. Në atë moment, doktor Mësonjë kuptoi se ai nuk ishte thjesht një mjek. Ai ishte një dëshmitar. Dhe dëshmitarët në regjimin e Enverit nuk jetonin gjallë. Kështu filloi komplotimi. Doktor Mësonjë filloi të fliste me të tjerët në rrethit e brendshëm. Ai zbuloi se të gjithë ndjenin të njëjtën gjë, frikë, dyshim, dëshirë për të shpëtuar. Ata filluan të takohen në fshehtësi, në vende të ndryshme, duke u siguruar që sigurimi nuk i vëzhgonte. Ata diskutuan opsionet e tyre. Ata mund të qëndronin besnik ndaj Teftës dhe të rrezikonin të binin me të. Ose ata mund ta tradhtojnë atë dhe të shpëtonin veten. Zgjedhja ishte e thjeshtë. Por ekzekutimi ishte i vështirë. Sepse nëse Tefta zbulonte se ata po komplotonin, ajo do t'i eliminonte të gjithë. Dhe kështu, ata duhej të ishin të kujdesshëm. Shumë të kujdesshëm. Plani i tyre ishte i thjeshtë por i rrezikshëm. Ata do të mblidhnin prova, dokumente, letra, raporte mjekësore, regjistrime, që do të dëshmonin se Tefta Cami kishte shkatëruar sistemin arsimor me dashje. Ata do t'i dorëzonin këto prova tek oficer të lartë të ushtrisë që po planifikonin një grusht shteti. Dhe në këmbim, ata do të merrnin mbrojtje dhe imunitet. Por kishte një problem, Tefta kishte filluar të dyshonte. Ajo kishte filluar të ndryshonte rutinën e saj. Ajo kishte filluar të kontrollonte çdo dokument që dilte nga zyra e saj. Ajo kishte filluar të pyeste pyetje. Dhe ajo kishte filluar të eliminonte njerëz nga rrethit i brendshëm. Një nga rojet personale u dërgua papritur në një kamp pune në veri. Një nga inspektorët u arrestua me akuza të rreme. Dhe sekretarja e saj u zhduk pa gjurmë. Mesazhi ishte i qartë, askush nuk ishte i sigurt. Por rrethit i brendshëm nuk u ndal. Ata e dinin që koha po mbaronte. Ata e dinin që nëse nuk vepronin shpejt, ata do të ishin të ardhshmin. Dhe kështu, në 20 dhjetor të vitit 1990, ata bën lëvizjen e tyre finale. Doktor Mësonjë dorëzoi një raport mjekësor tek një general i ushtrisë, ku detajonte gjendjen mendore të Teftës dhe ilaçet që ajo merrte. Shoferi dorëzoi një listë me të gjitha vendet ku Tefta kishte shkuar në fshehtësi, duke përfshirë takimet me diplomatë të huaj. Oficerët e sigurimit dorëzuan kopje të dosjeve sekrete që Tefta kishte urdhëruar të shkatërroheshin. Dhe gruaja që pastronte zyrën dorëzoi diçka edhe më të çmuar, një regjistrim audio të një bisede private midis Teftës dhe një oficeri italian, ku ajo kërkonte azil. Këto prova ishin mjaft për të shkatëruar Tefta Camin. Por ato ishin gjithashtu mjaft për të shpëtuar rrethit e brendshëm. Në 22 dhjetor, kur lajmi i ekzekutimit të Ceaușescuve u përhap, Tefta Cami e kuptoi se kishte humbur. Ajo e kuptoi se rrethit i brendshëm e kishte tradhtuar. Ajo e kuptoi se nuk kishte më ku të shkonte. Dhe ajo e kuptoi se historia e saj kishte mbaruar. Doktor Mësonjë thotë se ai e pa atë për herë të fundit atë ditë. Ajo më thiri në zyrën e saj, thot ai, sytë e tij plot lodh. Ajo ishte ulur në karrigen e saj, duke shikuar nga dritarja, duke parë protestuesit në rrugë. Ajo nuk u kthye kur hyra. Ajo thjesht tha, ti më tradhtove. Të gjithë më tradhtuat. Por unë nuk ju fajsoj. Sepse unë do të kisha bërë të njëjtën gjë në vendin tuaj. Pastaj ajo u ngrit, mori çantën e saj dhe iku. Nuk e kam parë kurrë më. Kjo është historia e rrethit të brendshëm. Historia e 12 njerëzve që e dinin gjithçka dhe që zgjodhen të flasin.
Historia e tradhtisë që shpëtoi jetën e tyre, por që shkatërroi jetën e dikujt tjetër. Historia e një momenti kur besnikëria u përball me mbijetesën dhe mbijetesa fitoi. Por a ishte kjo tradhtim? Apo ishte kjo drejtësi? A ishin këta 12 njerëz heronj që zbuluan të vërtetën? Apo ishin ata tradhtarë që shitën shefin e tyre për të shpëtuar veten? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse historia e Tefta Camit nuk është thjesht historia e një ministre të çmendur. Është historia e një sistemi që detyronte njerëzit të zgjedhin midis besnikërisë dhe mbijetesës. Është historia e një regjimi që e shndërronte tradhtinë në akt mbijetese. Dhe është historia e një kombi që ende po përpiqet të kuptojë se çfarë do të thotë të jesh besnik në një botë ku besnikëria ndëshkohet me vdekje. Çfarë ndodh kur trupi i një diktatori fillon të dështojë? Çfarë ndodh kur gruaja që kontrollonte mendjet e miliona njerëzve nuk mund të kontrollonte më trupin e saj? Në arkivat mjekësore të Spitalit Qendror të Tiranës, të fshehura në një dhomë të vulosur për 35 vjet, u gjetën dosje që tregojnë një të vërtetë tronditse: Tefta Cami po vdiste. Jo nga një sëmundje e vetme, por nga një kombinim sëmundjesh që e kishin shkatëruar trupin e saj për vite. Hipertension i rënd që kërcënonte të shkaktonte goditje në tru. Ulçer stomaku që gjakonte vazhdimisht. Insomni kronike që e kishte privuar nga gjumi për muaj të tërë. Dhe diçka edhe më e frikshme, shenja të hershme të demencës që po e zhysnin atë në një botë të errët të halucinacioneve dhe paranojës. Por këto dosje nuk ishin thjesht raporte mjekësore. Ato ishin dëshmi të një shkatërimi të një gruaje që kishte shkatëruar një kombë të tërë. Pse këto dosje u fshehen për aq kohë? Çfarë tjetër fshinin ato? Dhe pse, kur u zbuluan, disa faqe ishin të shkëputura, sikur dikush kishte përpiqur të fshite pjesën më të errët të historisë? Doktor Arben Mësonjë, mjeku personal i Teftës, tregon se si filloi shkatërimi fizik. Në fillim të viteve 80, Tefta ishte ende një grua e fortë, energjike, e aftë, thot ai, duke kujtuar ditët e para kur ai filloi ta trajtonte atë. Por diçka ndryshoi në mesin e dekadës. Ajo filloi të ankohej për dhimbje koke të vazhdueshme. Ajo filloi të ketë probleme me gjumin. Ajo filloi të humbas peshë në mënyrë dramatike. Dhe ajo filloi të merrte ilaçe, shumë ilaçe. Doktori tregon se Tefta merrte një koktejl të rrezikshëm medikamentesh, ilaçe për presionin e gjakut, ilaçe për ulçerën, ilaçe për gjumin, ilaçe për ankthin, ilaçe për depresionin. Ajo merrte deri në 15 tableta të ndryshme në ditë, thot ai, zëri i tij plot shqetësim. Unë i thash se kjo ishte e rrezikshme. Unë i thash se trupi i saj nuk mund ta duronte këtë. Por ajo nuk dëgjonte. Ajo thoshte, nëse ndaloj ilaçet, unë do të bie. Dhe nëse bie, gjithçka do të bjerë. Por ilaçet nuk po e ndihmonin. Ato po e bënin më keq. Doktor Mësonjë tregon se Tefta filloi të ketë efekte anësore të rënda. Ajo filloi të ketë dridhje në duar. Ajo filloi të ketë probleme me të folurit, ndonjëherë ajo nuk mund të gjente fjalët e duhura. Ajo filloi të ketë momente kur ajo nuk e dinte se ku ishte ose çfarë po bënte. Njëherë, unë e gjeta duke ecur nëpër korridoret e ministrisë në mes të natës, duke kërkuar zyrën e saj, edhe pse ajo ishte në zyrën e saj çdo ditë për 30 vjet. Këto ishin shenjat e hershme të demencës. Por askush nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë. Sepse nëse Tefta ishte e sëmur mendërisht, atëherë çdo vendim që ajo kishte marrë për dekada do të vijej në dyshim. Dhe nëse vendimet e saj viheshin në dyshim, atëherë i gjithë sistemi do të shkatërrohej. Por shkatërimi fizik nuk ishte vetëm rezultati i sëmundjes. Ishte gjithashtu rezultati i stresit, i frikës, i fajit. Doktor Mësonjë tregon se Tefta jetonte në një gjendje konstante terrori. Ajo nuk besonte askën. Ajo mendonte se të gjithë po përpiqeshin ta helmonin. Ajo kontrollonte ushqimin e saj me dorën e saj. Ajo nuk hante asgjë që nuk e kishte përgatitur vetë. Ajo pinte vetëm ujë të vulosur. Dhe ajo merrte ilaçet e saj vetëm nga shishe që ajo i kishte hapur vetë. Kjo paranoj e konsumonte. Ajo nuk mund të relaksohej. Ajo nuk mund të flinte. Ajo nuk mund të besonte. Dhe kjo e shkatërroi atë nga brenda. Unë e shikova atë duke u shndërruar nga një grua e fortë në një hije të asaj që kishte qenë, thot doktori, sytë e tij plot trishtim. Ajo humbi peshë deri në pikën ku ajo dukej si një skelet.
Flokët e saj u bën plotësisht të bardhë. Lëkura e saj u bë e verdhë dhe e thatë. Dhe sytë e saj humbën shkëlqimin. Ato u bën të zbrazët, të vdekur, sikur shpirtit i kishte ikur nga trupi. Por momenti më tronditës erdhi në pranverën e vitit 1989. Doktor Mësonji tregon se Tefta pati një krizë mjekësore që pothuajse e vrau. Ajo kishte një goditje të vogël në tru, një goditje që shkaktoi dëmtim të përhershëm në pjesën e trurit që kontrollon kujtesën dhe gjykimin, thot ai, zëri i tij i ulët dhe i kujdesshëm. Pas kësaj goditjeje, ajo nuk ishte më e njëjta. Ajo filloi të harronte gjëra. Ajo filloi të përziente njerëzit. Ajo filloi të bënte vendime që nuk kishin kuptim. Dhe ajo filloi të fliste për gjëra që nuk kishin ndodhur kurrë, kujtesa të rreme, halucinacione, vegime. Kjo ishte fillimi i fundit. Kjo ishte momenti kur Tefta Cami humbi kontrollin jo vetëm mbi trupin e saj, por edhe mbi mendjen e saj. Por çfarë bëri regjimi kur zbuloi se ministrja e tyre ishte e sëmurë mendërisht? Doktor Mësonji tregon se ai raportoi gjendjen e Teftës tek oficer të lartë të partisë. Unë u thash se ajo kishte nevojë për trajtim urgjent. Unë u thash se ajo nuk ishte më e aftë për të marrë vendime. Unë u thash se ajo duhej të largohej nga puna menjëherë. Por përgjigja që ai mori e tronditi. Ata më thanë, doktor, ju nuk kuptoni. Nëse ne pranojmë se ajo është e sëmurë, ne do të duhet të pranojmë se çdo vendim që ajo ka marrë për 30 vjet ishte i gabuar. Dhe nëse pranojmë këtë, i gjithë sistemi do të bjerë. Kështu që ju do të vazhdoni ta trajtoni atë. Ju do të vazhdoni të jepni ilaçe. Dhe ju nuk do të flisni për këtë me askën. Kurrë. Kjo ishte realiteti i regjimit. Ata ishin më të interesuar për të mbrojtur sistemin sesa për të mbrojtur njerëzit që e shërbenin atë. Ata ishin më të interesuar për të fshehur të vërtetën sesa për të ndihmuar një grua që po vdiste. Dhe kështu, Tefta vazhdoi të punonte. Ajo vazhdoi të merrte vendime. Ajo vazhdoi të nënshkruante dekrete. Ajo vazhdoi të kontrollonte sistemin arsimor. Por ajo nuk ishte më ajo që kishte qenë. Ajo ishte një hije, një fantazm, një kukull e kontrolluar nga ilaçe dhe frikë. Doktor Mësonji tregon se ai e pa atë duke u shkatëruar para syve të tij. Kishte ditë kur ajo nuk e dinte se kush ishte. Kishte ditë kur ajo nuk e dinte se ku ishte. Kishte ditë kur ajo nuk mund të fliste fare. Dhe kishte ditë kur ajo thjesht ulej në zyrën e saj dhe qante për orë të tëra, pa ndaluar, sikur e gjithë dhimbja e jetës së saj po dilte në një moment. Kjo ishte gruaja që kishte kontrolluar mendjet e miliona njerëzve. Kjo ishte gruaja që kishte ndërtuar murin e ignorancës. Kjo ishte gruaja që kishte shkatëruar një brez të tërë. Dhe tani, ajo vetë po shkatërohej, jo nga armiqtë e saj, por nga trupi i saj, nga mendja e saj, nga faji i saj. Por historia më e trishtë vjen nga ditët e fundit. Doktor Mësonji tregon se në dhjetor të vitit 1990, kur protesta filluan të shpërthejnë, Tefta e humbi plotësisht kontrollin. Ajo nuk mund të flinte fare. Ajo nuk mund të hante. Ajo nuk mund të qëndronte në këmbë pa ndihmë. Ajo ishte një grua e thyrë, e shkatëruar, e mbaruar. Ai tregon se në 20 dhjetor, Tefta e thiri atë në zyrën e saj për herë të fundit. Ajo ishte ulur në karrigen e saj, duke shikuar nga dritarja, duke parë protestuesit në rrugë. Ajo nuk u kthye kur hyra. Ajo thjesht tha, doktor, sa kohë më ka mbetur? Unë nuk dija çfarë ti përgjigjesha. Unë i thash, shokja ministre, ju keni nevojë për pushim. Ju keni nevojë për trajtim. Por ajo shkundi kokën. Ajo tha, jo. Unë nuk kam nevojë për trajtim. Unë kam nevojë për fund. Dhe fundi po vjen. Unë e ndjej. Kjo ishte hera e fundit që doktor Mësonji e pa Tefta Camin. 2 ditë më vonë, ajo zhduku. Dhe askush nuk e dinte se ku shkoi. Por doktori thot se ai e di se çfarë ndodhi me të. Ajo vdiq, thot ai, zëri i tij i thyer nga emocioni. Jo nga një sëmundje specifike, por nga një kombinim gjërash, nga stresi, nga frika, nga faji, nga ilaçet, nga shkatërimi fizik dhe mendor. Ajo vdiq sepse trupi i saj nuk mund ta duronte më. Ajo vdiq sepse mendja e saj nuk mund ta duronte më. Ajo vdiq sepse shpirti i saj nuk mund ta duronte më. Dhe ajo vdiq e vetmuar, e harruar, e braktisur nga të gjithë ata që ajo kishte shërbyer për një jetë të tërë.
Kjo është tragjedia e Tefta Camin. Ajo nuk vdiq si një heroin. Ajo nuk vdiq si një dëshmore. Ajo vdiq si një grua e thyrë, e shkatëruar nga sistemi që ajo vetë kishte ndihmuar të ndërtonte. Ajo vdiq si një viktimë e pushtetit që ajo kishte ushtruar për aq kohë. Dhe ajo vdiq duke ditur se historia do ta gjykonte ashpër, jo si një ministre, por si një monster. Në sejfin personal të Tefta Camit u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralet pan listën, kuptuan, ose ajo, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Në këtë listë, të shkruar me shkronjën e kujdesshme të Teftës, gjendeshin emrat e njerëzve që ajo kishte punuar me ta për dekada. Njerëz që ajo kishte besuar. Njerëz që ajo kishte promovuar. Njerëz që ajo kishte mbrojtur. Por tani, ata ishin bërë kërcënim. Ata dinin shumë. Ata kishin parë shumë. Dhe ajo kishte vendosur se ata duhej të hiqeshin. Por çfarë e shtyu Tefta Camin të shkruante këtë listë? Çfarë e bëri atë të besonte se eliminimi i këtyre njerëzve do ta shpëtonte atë? Dhe pse, kur lista u zbulua, ajo shkaktoi një val paniku që përshpejtoi rënien e regjimit? Historia e kësaj liste fillon në vjeshtën e vitit 1989. Tefta kishte filluar të besonte se njerëzit rreth saj po komplotonin kundër saj. Ajo kishte filluar të shihte tradhtar kudo. Ajo kishte filluar të dëgjonte biseda që nuk ekzistonin. Dhe ajo kishte filluar të planifikonte hakmarrjen e saj. Petrit Radovicka, ish zëvendësministri, tregon se ai e pa Tefta duke shkruar këtë listë. Ishte një mbrëmje e vonë në nëntor, thot ai, zëri i tij i ulët dhe i kujdesshëm. Unë hyra në zyrën e saj për të marrë një dokument. Ajo ishte ulur në tavolinën e saj duke shkruar diçka me dorë. Kur më pa, ajo e mbuloi shpejt letrën me dorën e saj. Por unë pash mjaft për të kuptuar se çfarë ishte një listë emrash. Emra që unë i njihja. Emra të njerëzve që punonin me ne çdo ditë. Petrit thot se ai nuk guxoi të pyeste se çfarë ishte lista. Por ai e dinte. Ai e dinte sepse ai kishte parë lista të tilla më parë. Lista të njerëzve që duhej të hiqeshin. Por çfarë e shtyu Tefta të shkruante këtë listë? Petrit thot se ajo kishte marrë informacion nga sigurimi se disa nga njerëzit e saj po flisnin me general të ushtrisë. Ajo besonte se ata po planifikonin një grusht shteti, thot ai. Ajo besonte se ata po përpiqeshin ta largonin atë nga puna. Ajo besonte se ata po përpiqeshin ta vrisnin. Dhe ajo vendosi se ajo duhej të vepronte para se ata të vepronin. Kjo ishte logjika e saj. Kjo ishte strategjia e saj. Kjo ishte mënyra e saj për të mbijetuar. Por ajo nuk e kuptoi se duke shkruar këtë listë, ajo po nënshkruante dënimin e saj me vdekje. Sepse kur lista u zbulua, ajo konfirmoi çdo frikë që njerëzit kishin për të. Ajo konfirmoi se ajo ishte e gatshme të vriste për të mbrojtur pushtetin e saj. Ajo konfirmoi se ajo ishte një kërcënim jo vetëm për armiqtë e saj, por edhe për aleatët e saj. Por si u zbulua lista? Petrit tregon se ai e mori atë nga sejfi i Teftës në natën e 21 dhjetorit. Unë dija kombinimin e sejfit, thot ai. Unë e kisha përdorur atë shumë herë më parë për të marrë dokumente për Tefta. Por këtë herë, unë e përdora për të marrë diçka që ajo nuk donte që unë ta merrja. Ai thot se ai e hapi sejfin kur Tefta kishte dalë nga zyra. Brenda, ai gjeti listën të mbështjellë në një zarf të kuq me shënimin urgjent, vetëm për STRMI. Ai e mori listën dhe ja dorëzoi një generali të ushtrisë që ai e dinte se po planifikonte një grusht shteti. Kur generali e lexoi listën, fytyra e tij u bë e bardhë, thot Petri. Ai tha, kjo grua është e çmendur. Ajo po planifikon të na vrasë të gjithë. Ne duhet të veprojmë tani, para se të jetë shumë vonë. Dhe kështu, lista që Tefta kishte shkruar për të mbrojtur veten u bë arma që e shkatërroi atë. Generalet që ishin në listë mësuan për të. Ata kuptuan se jetët e tyre ishin në rrezik. Dhe ata vendosën se ata duhej të vepronin para se Tefta të vepronte. Ata filluan të planifikonin largimin e saj nga puna. Ata filluan të mblidhnin prova kundër saj.
Dhe ata filluan të flisnin me njerëz të tjerë në regjim që ishin të pakënaqur me të. Brenda pak ditësh, një koalicion u formua, një koalicion i njerëzve që kishin vendosur se Tefta Cami duhej të largohej. Jo sepse ajo kishte dështuar në punën e saj, por sepse ajo kishte bërë shumë mirë, aq mirë sa ajo kishte bërë një kërcënim për të gjithë ata që punonin me të. Por Tefta e kuptoi se diçka po ndodhte. Ajo e kuptoi se njerëzit rreth saj po ndryshonin. Ajo e kuptoi se ata po flisnin në fshehtësi. Ajo e kuptoi se ata po komplotonin. Dhe ajo e kuptoi se ajo kishte humbur. Petri tregon se në 20 dhjetor, Tefta e thiri atë në zyrën e saj. Ajo ishte ulur në karrigen e saj duke shikuar nga dritarja, thot ai. Ajo nuk u kthye kur hyra. Ajo thjesht tha, Petrit, ti e more listën, apo jo? Unë nuk dija çfarë të thoja. Unë përpiqja të mohoja. Por ajo shkundi kokën. Ajo tha, mos më gënjen. Unë e di që ti e more. Unë e di që ti ua dhe atyre. Unë e di që ata po vinë për mua. Por nuk ka rëndësi më. Sepse unë jam e lodhur. Unë jam e mbaruar. Dhe unë jam gati për atë që vjen. Kjo ishte momenti kur Tefta Cami pranoi humbjen. Kjo ishte momenti kur ajo kuptoi se lufta e saj kishte mbaruar. Kjo ishte momenti kur ajo kuptoi se historia e saj po mbyllej. Por ajo nuk u dorëzua pa luftuar. Ajo bëri një gjë të fundit, një gjë që askush nuk e kishte pritur. Ajo shkroi një letër. Një letër drejtuar popullit shqiptar. Një letër ku ajo shpjegonte se pse ajo kishte bërë atë që kishte bërë. Pse ajo kishte ndaluar gjuhët perëndimore. Pse ajo kishte mbyllur vendin nga bota. Pse ajo kishte shkatëruar një brez të tërë. Petri thot se ai e lexoi këtë letër. Ajo shkroi, unë e bëra atë që mendova se ishte e drejtë. Unë e bëra atë që më thanë se duhej të bëja. Unë e bëra atë që besova se do të shpëtonte vendin. Por unë gabova. Unë e di që gabova. Dhe unë e di që historia do të më gjykojë ashpër. Por unë dua që ju të dini se unë nuk e bëra këtë nga urrejtja. Unë e bëra këtë nga frika. Frika se nëse nuk e bëja, diçka më e keqe do të ndodhte. Frika se nëse nuk e bëja, unë do të humbisja gjithçka. Frika se nëse nuk e bëja, unë do të isha asgjë. Kjo letër nuk u publikua kurrë. Ajo u gjet në sejfin e Teftës pas zhdukjes së saj. Dhe ajo u dogj menjëherë nga oficerët e sigurimit që nuk donin që ajo të shihej kurrë. Sepse ajo tregonte diçka që regjimi nuk donte që populli ta dinte, se Tefta Cami nuk ishte thjesht një monster. Ajo ishte një grua e frikësuar që kishte bërë zgjedhje të tmerrshme sepse ajo mendonte se nuk kishte zgjedhje tjetër. Ajo ishte një viktimë e sistemit që ajo vetë kishte ndihmuar të ndërtonte. Ajo ishte një tragjedi, jo një heroin, jo një dëshmore, por një tragjedi njerëzore që tregon se çfarë ndodh kur frika kontrollon jetën tonë, kur pushteti korrupton shpirtin tonë, dhe kur sistemi na shndërron në monstra që ne kurrë nuk menduam se do të bëheshim. Sot, lista e zezë e Tefta Camit ruhet në arkivat e Ministrisë së Mbrojtjes. Ajo është një kujtesë e asaj që ndodh kur pushteti bëhet paranoj, kur besnikëria bëhet tradhtim dhe kur mbijetesa bëhet e vetmja gjë që ka rëndësi. Ajo është një kujtesë e asaj që Tefta Cami ishte, jo thjesht një ministre, por një grua e thyrë nga sistemi që ajo shërbeu, një grua e shkatëruar nga frika që ajo krijoi dhe një grua e harruar nga historia që ajo përpiqej të kontrollonte. Por pyetja mbetet, a mund të falim një grua që shkroi një listë vdekjeje? A mund të kuptojmë një grua që planifikoi të vriste për të mbijetuar? A mund të shohim përtej monstrit dhe të shohim gruan e frikësuar, të vetmuar, të dëshpëruar? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse përgjigjet tona do të përcaktojnë jo vetëm se si e kujtojmë të kaluarën, por edhe se si ndërtojmë të ardhmen. Për herë të parë në 35 vjet, burri që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Tefta Camit pranon të flasë para kamerave. Ai është Skënder Brahimi, ish komandant i rojës speciale që e shoqëroi Tefta Camin çdo ditë për më shumë se 10 vjet. Çfarë na thot ai për javët e fundit të regjimit do të përmbys gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Teftës dhe oficerëve të sigurimit, te planet e dëshpëruara për të fshehur dështimin e sistemit arsimor, te momenti kur ajo kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull.
Në këtë intervistë, të regjistruar në një dhomë të errët në periferi të Tiranës, Skënder zbulon sekrete që ai ka mbajtur për më shumë se 3 dekada, sekrete që mund të kishin kushtuar jetën e tij nëse i kishte zbuluar më herët. Skënder ulet përballë kamerës, duart e tij të vjetra dhe të dridhuara mbështeten në një bastun druri. Ai fillon të flasë me një zë të thyer, sikur çdo fjalë që del nga goja e tij e dhem. Tefta Cami nuk ishte ajo që shihej në televizion, fillon ai, sytë e tij të lodhur shikojnë diku larg, në një të kaluar që ai ka përpiqur të harrojë për vite. Në publik, ajo ishte e fortë, e vendosur, e pamëshirshme. Por kur dyert mbylleshin, kur kamerat fiknin, kur askush nuk po shikonte, ajo ishte një grua e thyer, e frikësuar, e vetmuar. Ai tregon se si Tefta kalonte netët e vona në zyrën e saj, duke ecur përpara e mbrapa, duke folur vetëm, duke qarë pa zë. Unë qëndroja jashtë derës, thot ai. Unë dëgjoja gjithçka. Unë e dëgjoja duke u lutur, po, duke u lutur, edhe pse ajo kishte ndaluar çdo formë feje. Unë e dëgjoja duke kërkuar falje nga njerëzit që ajo kishte shkatëruar. Unë e dëgjoja duke thënë emrat e fëmijëve që ajo kishte privuar nga arsimi. Ajo i dinte emrat e tyre. Të gjithë. Dhe ajo i mbante ato në kokën e saj si një barë që nuk mund ta hidhte kurrë. Por momenti më tronditës erdhi në dhjetor të vitit 1990. Skënder tregon se në natën e 20 dhjetorit, kur lajmi i ekzekutimit të Ceaușescuve u përhap në Tiranë, Tefta e thiri atë në zyrën e saj. Ishte ora 3 e mëngjesit, thot ai, zëri i tij i dridhur nga kujtimi. Kur hyra, ajo ishte ulur në dysheme, me shpinë nga muri, duke mbajtur një pistolet në duar. Unë u frikësova. Mendova se ajo do të më qëllonte. Por ajo thjesht më shikoi dhe tha, Skënder, sa kohë do të më duhet për të arritur në kufirin grek? Unë nuk dija çfarë të thoja. Unë i thash, shokja ministre, pse po më pyesni këtë? Ajo tha, sepse unë po mendoj të iki. Sepse unë po mendoj të braktis gjithçka dhe të shpëtoj. Por unë e di që nuk mund. Sepse nëse iki, ata do të më gjejnë. Dhe nëse mbetej, ata do të më gjejnë gjithsesi. Kështu që çfarë kuptimi ka? Skënder thot se ai ul pranë saj dhe përpiqej ta qetësonte. I thash se gjërat do të ndryshonin. I thash se regjimi do të mbijetonte. I thash se ajo do të ishte e sigurt. Por ajo shkundi kokën. Ajo tha diçka që ai nuk e ka harruar kurrë. Ajo tha, Skënder, ti nuk e kupton. Unë nuk kam frikë nga vdekja. Unë kam frikë nga jeta. Kam frikë nga dita kur njerëzit do të mësojnë të vërtetën për atë që kam bërë. Kam frikë nga dita kur fëmijët që unë kam verbuar do të më shohin në rrugë dhe do të më pyesin, pse? Pse na e bëre këtë? Dhe unë nuk do të kem përgjigje. Sepse e vërteta është se unë nuk e di pse. Unë thjesht e bëra sepse më thanë se duhej ta bëja. Dhe tani është shumë vonë për të ndryshuar gjithçka. Kjo është dëshmia më e fuqishme që kemi për gjendjen mendore të Tefta Camit në ditët e fundit. Kjo është prova që ajo e dinte se kishte gabuar. Kjo është prova që ajo vuante nga faji, nga pendimi, nga vetdia se ajo kishte shkatëruar një brez të tërë. Por a e bën kjo atë më pak përgjegjëse? A e bën kjo atë më të falshme? Skënder thot se ai ka menduar për këtë pyetje çdo ditë për 35 vjet. Unë nuk e di, thot ai, sytë e tij plot lodh. Unë nuk e di nëse ajo meritonte të falej. Unë nuk e di nëse ajo meritonte të gjykohej. Unë vetëm e di që ajo ishte një grua e thyer, e shkatëruar nga sistemi që ajo shërbeu. Dhe unë e di që ajo vdiq e vetmuar, e harruar, e braktisur nga të gjithë. Por çfarë ndodhi me Tefta Camin pas asaj nate? Skënder tregon se ajo zhduku në mëngjesin e 21 dhjetorit. Unë shkova në zyrën e saj në orën 8 të mëngjesit, siç bëja çdo ditë, thot ai. Por ajo nuk ishte atje. Tavolina e saj ishte e zbrazët. Sejfit ishte i hapur. Dhe në karrigen e saj kishte një shënim të shkruar me dorë. Shkruante, faleminderit për gjithçka. Më fal për gjithçka. Mos më kërko. Unë nuk dua të gjendem. Skënder thot se ai e raportoi zhdukjen e saj tek oficerët e sigurimit. Por ata nuk dukeshin të shqetësuar. Ata më thanë, lëre. Ajo ka shkuar ku duhej të shkonte. Dhe ne nuk do ta kërkojmë. Çfarë do të thoshte kjo? Ku kishte shkuar Tefta? A ishte ajo larguar nga vendi? A ishte ajo fshehur diku në Shqipëri?
Apo kishte ndodhur diçka më e errët, diçka që sigurimi nuk donte që askush ta dinte. Imagjinoni një valixhe të zezë, plot me shufra ari dhe dollar, të ngarkuar me nxitim në një aeroplan sekret në natën e 21 dhjetorit. Piloti i atij aeroplani jeton ende dhe sot pohon se ngarkesa arriti në Zvicër. Por në aktet zyrtare, këto pasuri nuk ekzistojnë. Sa ton arsh duken nga rezervat e vendit atë natë? Dhe kush mban sot kodet e llogarive sekrete të Tefta Camit? Në arkivat e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, të fshehura në një dhomë të vulosur për 35 vjet, u gjetën dokumente që tregojnë një të vërtetë tronditse. Në vitet 80, Tefta Cami kishte hapur llogari sekrete në banka zvicerane dhe austriake. Këto llogari nuk ishin në emrin e saj, ato ishin në emra të rrem, nën kompani fantazm, nën identitete që nuk ekzistonin. Por ato ekzistonin. Dhe ato ishin plot me para që kishin ardhur nga buxheti i arsimit, nga fondet që duhej të përdoreshin për shkolla, për libra, për mësues. Para që Tefta kishte vjedhur për vite dhe kishte fshehur jashtë vendit. Fatmir Hoxha, ish shefi i sigurisë së ministrisë, tregon se ai zbuloi këto llogari në vitin 1988. Unë po kontrolloja dosjet financiare të ministrisë, thot ai, zëri i tij i ulët dhe i kujdesshëm. Dhe unë vura re diçka të çuditshme. Kishte transferta të mëdha parash që shkuan në llogari jashtë vendit. Transferta që nuk kishin shpjegim. Transferta që nuk ishin raportuar në asnjë dokument zyrtar. Ai thot se ai filloi të hetonte. Ai gjeti emrat e kompanive ku parat ishin dërguar. Ai gjeti emrat e bankave ku llogari ishin hapur. Dhe ai gjeti diçka edhe më tronditse, nënshkrimet në dokumentet e transfertave ishin të Tefta Camit. Ajo kishte nënshkruar çdo transfert, thot ai. Ajo kishte autorizuar çdo pagesë. Ajo e dinte saktësisht se çfarë po bënte. Ajo po vjedhte nga buxheti i arsimit dhe po fshite parat jashtë vendit. Por pse? Pse Tefta Cami, një grua që kishte pushtet absolut në Shqipëri, kishte nevojë të vjedhte para dhe t'i fshite jashtë vendit? Fatmir tregon se ai e pyeti atë drejt për drejt. Unë shkova në zyrën e saj dhe ja tregova dokumentet, thot ai. Unë i thash, shokja ministre, çfarë janë këto? Ajo nuk u habi. Ajo nuk u friksua. Ajo thjesht më shikoi dhe tha, Fatmir, ti nuk e kupton. Këto para nuk janë për mua. Këto para janë për ne. Për ty, për mua, për të gjithë ata që shërbejnë regjimin. Sepse një ditë, regjimi do të bjerë. Dhe kur të bjerë, ne do të kemi nevojë për këto para për të mbjetuar. Për të ikur. Për të filluar një jetë të re diku tjetër. Kjo ishte logjika e saj. Kjo ishte strategjia e saj. Ajo nuk po vjedhte për veten, ajo po vjedhte për të ardhmen. Ajo po krijonte një rrjet sigurie për ditën kur gjithçka do të shkatërrohej. Por sa para kishte në këto llogari? Fatmir thot se ai nuk e di saktësisht. Por nga ajo që pash në dokumente, ishte mjaft për të blerë një jetë të re në një vend tjetër, thot ai. Ishte mjaft për të paguar avokat, për të blerë identitete të reja, për të jetuar në luksin për vite. Ai tregon se Tefta i kishte dhënë atij kodet e disa llogarive. Ajo më tha, nëse diçka më ndodh mua, ti merr këto kode dhe i përdor për të shpëtuar veten. Mos më prit. Mos më kërko. Thjesht shpëto. Kjo ishte marrëveshja e tyre. Kjo ishte pakti i tyre. Dhe kur Tefta zhduku, Fatmir e mbajti fjalën. Ai mori kodet. Ai hyri në llogari. Dhe ai mori parat. Unë nuk e bëra këtë nga lakmi, thot ai, zëri i tij plot pendim. Unë e bëra këtë nga frika. Sepse unë dija që nëse mbetesha në Shqipëri, unë do të gjykohesha. Unë do të dënohesha. Unë do të vuaja për krimet e dikujt tjetër. Por ku janë këto para sot? Fatmir nuk do të thot. Por ai thot se ai përdori ato për të ikur nga Shqipëria në vitin 1991. Unë shkova në Greqi, pastaj në Itali, pastaj në Zvicër, thot ai. Unë jetova me një identitet të ri për vite. Unë nuk u ktheva në Shqipëri deri në vitin 2005, kur mendova se ishte e sigurt. Por edhe sot, ai jeton me frikën se dikush do ta zbulojë atë që ai bëri. Unë e di që ajo që bëra ishte e gabuar, thot ai. Unë e di që ato para nuk ishin të mia. Unë e di që ato para duhej të përdoreshin për arsimin e fëmijëve shqiptar.
por unë gjithashtu e di që nëse nuk i kisha marrë, dikush tjetër do t'i kishte marrë. Dhe të paktën unë i përdora për të mbjetuar, jo për të jetuar në luks. Kjo është një nga tregime më të errëta të trashëgimisë së Tefta Camit. Jo vetëm që ajo shkatërroi sistemin arsimor, ajo gjithashtu e vodhi atë. Ajo mori paratë që duhej të përdoreshin për të ndërtuar shkolla, për të blerë libra, për të paguar mësues dhe i fsheu ato jashtë vendit për të siguruar të ardhmen e saj. Dhe kur ajo zhduku, ato para zhdukën me të. Disa thonë se ato janë ende në llogari zvicerane, duke pritur që dikush t'i kërkojë. Të tjerë thonë se ato u shpërndan midis oficerëve të sigurimit që ndihmuan Tefta të ikë. Dhe disa thonë se ato u përdorën për të financuar jetën e re të Teftës në një vend tjetër. Por e vërteta është se askush nuk e di me siguri. Dhe kjo është një nga misteret më të mëdha që Tefta Cami la pas, një mister që mund të mos zgjidhet kurrë. Me një javë para se rrjedha e saj të ndërpritej, ajo kishte një takim sekret që nuk u shfaq në asnjë protokoll zyrtar. Një emisar i huaj u ul natën, kaloi një orë në zyrën presidenciale dhe u largua pa përshëndetur askën. Dëshmitarët thonë se pas asaj bisede, ministria doli nga zyra e bardhë si gëlqerja. Çfarë ju tha asaj atë natë? Ju ofrua azil apo ju lexua dënimi? Kush ishte ai burr, një agent i KBS, një i dërguar i CIA-s apo dikush shumë më i fuqishëm? Në arkivat e Ministrisë së Jashtme të Italisë, të deklasifikuara vetëm në vitin 2020, u gjetën dokumente që zbulojnë identitetin e këtij vizitori misterioz. Ai ishte Marco Bellini, një diplomat italian që kishte punuar në Tiranë në vitet 80. Por ai nuk ishte thjesht një diplomat. Ai ishte gjithashtu një agent i shërbimit sekret italian, i cili kishte kontakte të thella me sigurimin shqiptar. Dhe ai kishte ardhur në Tiranë me një mision specifik, të vlerësonte nëse Tefta Cami mund të shpëtojë, ose nëse ajo duhej të braktisej. Marco Bellini, i cili jeton ende sot në Rom dhe flet me kusht anonimiteti, tregon se çfarë ndodhi në atë takim. Unë u thira nga qeveria italiane për të takuar Tefta Camin, thot ai, zëri i tij i vjetër por i qartë. Ata më thanë se ajo kishte kërkuar ndihmë. Ajo kishte kërkuar azil. Ajo kishte kërkuar mbrojtje. Dhe ata donin që unë të vlerësoja nëse ajo meritonte të ndihmoj. Ai tregon se ai arriti në Tiranë në natën e 15 dhjetorit. Ai u fut në ministri nga një hyrje e fshehtë. Ai u takua me Tefta në një dhomë pa dritare, pa dëshmitar, pa protokoll. Kur hyra, ajo ishte ulur në një karrige duke shikuar nga muri, thot ai. Ajo nuk u kthye kur hyra. Ajo thjesht tha, ju erdhe. Faleminderit. Unë nuk dija nëse do të vije dikush. Marco tregon se ai ul përballë saj dhe filloi të flasë. I thash se qeveria italiane kishte marrë kërkesën e saj për azil, thot ai. I thash se ata po e konsideronin atë. Por i thash gjithashtu se kishte kushte. Ajo duhej të jepte informacion për regjimin. Ajo duhej të zbulonte sekrete. Ajo duhej të bashkëpunonte me shërbimet tona të inteligjencës. Ai tregon se Tefta e dëgjoi në heshtje. Pastaj ajo foli. Ajo tha, unë nuk mund të bëj këtë. Unë nuk mund të tradhtoj vendin tim. Unë nuk mund të jap informacion që do të dëmtoj Shqipërinë. Edhe nëse kjo do të thotë që unë do të vdes këtu. Marco thot se ai u habit nga përgjigja e saj. Unë mendova se ajo do të pranonte menjëherë, thot ai. Unë mendova se ajo do të bënte gjithçka për të shpëtuar. Por ajo nuk e bëri. Ajo zgjodhi të mbetej. Ajo zgjodhi të përballej me pasojat. Ajo zgjodhi të vdiste në vendin e saj, në vend që të jetonte në një vend tjetër si një tradhtare. Por Marco tregon se ai i tha asaj diçka tjetër, diçka që e ndryshoi gjithçka. I thash se nëse ajo nuk pranonte, ajo do të gjykojë, thot ai. I thash se nëse regjimi binte, ajo do të ishte një nga të parët që do të arrestoheshin. I thash se ajo do të dënohej për krimet e saj. I thash se ajo do të kalonte pjesën tjetër të jetës së saj në burg, ose më keq. Ai tregon se Tefta e dëgjoi në heshtje. Pastaj ajo filloi të qaj. Ajo qau për orë të tëra, thot ai, zëri i tij plot emocioni. Ajo qau si një fëmijë. Ajo qau si dikush që kishte humbur gjithçka. Dhe pastaj, ajo u ngrit dhe tha, faleminderit që erdhe. Por unë nuk mund të pranoj ofertën tuaj. Unë duhet të mbetej këtu. Unë duhet të përballoj atë që kam bërë.
Unë duhet të paguaj për krimet e mia. Marko tregon se ai u largua nga ajo dhomë duke ditur se Tefta Cami kishte zgjedhur fatin e saj. Unë e raportova bisedën tek qeveria italiane, thot ai. Dhe ata vendosën se ajo nuk meritonte të ndihmoj. Jo sepse ajo kishte refuzuar të bashkëpunonte, por sepse ajo kishte zgjedhur të mbetej besnik ndaj një regjimi që po binte. Dhe kjo, në sytë e tyre, e bënte atë një armike, jo një aleate. Kjo ishte nata kur Tefta Cami kuptoi se nuk kishte shpëtim. Kjo ishte nata kur ajo kuptoi se ajo ishte e vetme. Kjo ishte nata kur ajo kuptoi se historia e saj po mbyllej. Dhe kjo ishte nata kur ajo vendosi se si do të përfundonte, jo duke ikur, jo duke u fshehur, por duke u përballur me atë që kishte bërë. Pas rënies së regjimit, Shqipëria u shndërrua. Muret ranë. Kufit u hapën. Njerëzit filluan të flasin. Dhe e vërteta filloi të dalë në dritë. Sistemi arsimor që Tefta Cami kishte ndërtuar u shkatërrua brenda pak vitesh. Gjuhët perëndimore u rifutën në shkolla. Librat e ndaluar u ribotuan. Mësuesit e përsekutuar u kthyen në klasë. Dhe brezi që Tefta kishte verbuar filloi të mësonte atë që ajo kishte përpiqur të mohonte, lirinë e të menduarit, lirinë e të mësuarit, lirinë e të qenit njeri. Por çmimi ishte i lartë. Një brez i tërë kishte humbur. Miliona fëmijë kishin rritur pa mundësinë për të mësuar gjuhë të huaja, pa mundësinë për të lexuar literaturë botërore, pa mundësinë për të kuptuar botën përtej kufive të Shqipërisë. Dhe ata ende po paguajnë për këtë sot. Petri Radovicka, ish zëvendësministri, tregon se çfarë ndodhi me njerëzit që kishin punuar me Tefta Camin. Disa u arrestuan, thot ai. Disa u gjykuan. Disa u dënuan. Por shumica thjesht zhdukën. Ata ndryshuan emrat e tyre. Ata u zhvendosën në qytete të tjera. Ata u përpoqën të harronin të kaluarën e tyre. Por e kaluara nuk i harroi ata. Ai tregon se ai vet u gjykua në vitin 1992 për bashkëpunim me regjimin. Unë u dënova me 5 vjet burg, thot ai. Por unë u lirova pas 2 vitesh për sjellje të mirë. Dhe kur dola, unë përpiqja të rindërtoja jetën time. Por ishte e vështirë. Sepse kudo që shkoja, njerëzit më njihnin. Ata e dinin se kush isha. Ata e dinin se çfarë kisha bërë. Dhe ata nuk më falnin. Doktor Arben Mësoni, mjeku personal i Teftës, tregon se ai u largua nga Shqipëria në vitin 1991. Unë nuk mund të qëndroja, thot ai. Unë nuk mund të përballoja fajin. Unë nuk mund të përballoja pyetjet. Unë nuk mund të përballoja akuzat. Kështu që unë ika. Unë shkova në Greqi, pastaj në Gjermani, ku jetova për 20 vjet. Unë u ktheva në Shqipëri vetëm në vitin 2011, kur mendova se ishte e sigurt. Por edhe sot, ai jeton me fajin. Çdo ditë, unë mendoj për atë që bëra, thot ai, sytë e tij plot lodh. Çdo ditë, unë mendoj për njerëzit që unë ndihmova Tefta të shkatërroj. Çdo ditë, unë mendoj për fëmijët që u privuan nga arsimi për shkak të politikave që unë ndihmova të zbatohen. Dhe çdo ditë, unë pyes veten, a mund të më falë Zoti për atë që kam bërë? Por çfarë ndodhi me Tefta Camin? Ku shkoi ajo? A është ajo ende gjallë? A ka vdekur? Këto janë pyetje që kanë munduar shqiptarët për 35 vjet. Disa thonë se ajo u fsheh në një fshat në jug të Shqipërisë, ku jetoi në një identitet të ri deri në vdekjen e saj në vitin 2005. Të tjerë thonë se ajo u dërgua në një spital psikiatrik, ku vdiq e vetmuar dhe e harruar në vitin 1998. Dhe disa, shumë pak, thonë se ajo u largua nga vendi me ndihmën e agjentëve të sigurimit dhe jetoi pjesën tjetër të jetës së saj në Itali ose Zvicër. Por e vërteta është se askush nuk e di me siguri. Tefta Cami zhduku nga historia ashtu siç ajo kishte zhdukur mijëra libra, mijëra mësues, mijëra ëndra. Ajo u bë një fantazmë, një kujtim i një kohe kur dia ishte armiku dhe ignoranca ishte virtyti. Por trashëgimia e saj jeton ende. Në çdo fëmijë shqiptar që lufton për të mësuar gjuhë të huaja. Në çdo student që përpiqet të mbushë boshllëkun që ajo la pas. Në çdo brez që u privua nga e drejta për të ditur. Tefta Cami ndoshta ka zhdukur, por dëmi që ajo shkaktoi nuk ka zhdukur kurrë. Dhe kjo është dënimi i saj më i madh, jo burgu, jo gjykimi, por kujtimi i përjetshëm i asaj që ajo bëri.
Historia e saj është një paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë se pushteti është më i rëndësishëm se njerëzit. Është një paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë se kontrolli është më i rëndësishëm se liria. Është një paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë se frika është më e fortë se shpresa. Por historia e Tefta Camit nuk është vetëm një histori tragjike. Është gjithashtu një histori që na mëson diçka të rëndësishme, se edhe në errësirën më të thellë ka gjithmonë dridhje. Edhe në sistemin më shtypës ka gjithmonë rezistencë. Edhe në kohën më të errët ka gjithmonë shpresë. Mësuesit që mësuan anglisht në fshehtësi. Prindërit që lexuan libra të ndaluar për fëmijët e tyre. Studentët që refuzuan të dorëzoheshin. Këta janë heronjtë e vërtet të kësaj historie. Këta janë njerëzit që rezistuan. Këta janë njerëzit që mbijetuan. Dhe këta janë njerëzit që na tregojnë se edhe kur gjithçka duket e humbur, ka gjithmonë një rrugë përpara. Sot, Shqipëria është një vend i ndryshëm. Fëmijët mësojnë anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht. Ata lexojnë Shakespearin, Goethen, Balzacun, Hemingwayn. Ata udhëtojnë në botë. Ata studiojnë në universitete perëndimore. Ata jetojnë në liri. Por ata nuk duhet të harrojnë kurrë se kjo liri u fitua me një çmim të lartë. Ata nuk duhet të harrojnë kurrë se ka pasur një kohë kur dia ishte armiku. Ata nuk duhet të harrojnë kurrë se ka pasur një grua që përpiqej t'i verbonte ata. Dhe ata nuk duhet të harrojnë kurrë se historia mund të përsëritet nëse ne nuk jemi vigjilent, nëse ne nuk jemi të fortë, nëse ne nuk jemi të gatshëm të luftojmë për lirinë tonë. Por ka ende pyetje të hapura. Ka ende sekrete të puara. Ka ende dosje të fshehura në bodrumet e Tiranës. Ka ende njerëz që dinë të vërtetën por që nuk flasin. Ka ende llogari bankare në Zvicër që presin të kërkohen. Ka ende një grua që ndoshta jeton diku, e fshehur, e harruar, e vetmuar. Dhe ka ende një komb që përpiqet të shërohet nga plagët që ajo la pas. Këto janë pyetje që mund të mos kenë kurrë përgjigje. Por ato janë pyetje që ne duhet të vazhdojmë t'i bëjmë. Sepse vetëm duke pyetur, vetëm duke kërkuar, vetëm duke mos harruar, ne mund të sigurohemi se historia nuk përsëritet. Vetëm duke kujtuar të kaluarën, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Vetëm duke mësuar nga gabimet e të tjerëve, ne mund të shmangim gabimet tona. Stimai telespectatori, dați ai urmărit această poveste tragică până la final, scrie në comentarii din ce ora suntei. Ne este important să tim unde Tefta Cami este në sa amintit. I abonaiv la